të shkojmë të dy në një qytet të bukur. Do të martohemi dhe do ta kemi më të lehtë për dokumentet. Aty do të kemi gjithçka. Sa bukur kërcen, atje mund të fitosh shumë para me këtë profesion. Ku na pret një jetë më e mirë. Nuk do t'japë vëllëria së, do jesh e mirë, do jesh e pasur. Una ka të vështirësitë e veta, po ambienti është i bukur, do njohësh njerëz. Jetë ndër shumë para, sigurojnë ata. Nëse flet me gjuhë huaj. Sigurojnë ata. Jesh e pasur. Mos ki frikë. Telefono në numrin 116 006 ose raporto në aplikacionin Raporto Shpëto nëse dyshoni për raste të trafikimit të personave. Një telefonat është jetë e shpëtuar. E kjo është njëra nga mundësitë. Keni shumë mundësit të tjera për t'i shpëtuar rrjetit të trafikimit. Mirëmbrëma të nderuar shikues, faleminderit që jeni përpara ekranit ton për të ndjekur emisionin e radhës të Njerëz në Fokus. Në sonte, siç edhe e keni kuptuar përmes spoteve tona publicitare, riflasim në fakt për fenomenin e trafikimit. Duam të bëjmë një bilanc nga viti në vit, cila është situata, a ka përmirësim, a është lobuar në mënyrën e duhur nga instancat qeveritare, çfarë duhet bërë më shumë, sa është numri i fëmijëve të trafikuar, i qenieve njerëzore në dërsi të trafikuara, edhe si duhet punojmë të gjithë së bashku si shoqëri edhe pse jo me anë të këtij emisioni, një formë lobimi është ky që të ndikojmë sadopak në reduktimin e numrit të atyre që bien pre e rrjetit të trafikimit. Përpara se t'ju prezantoj me panelin e nderuar që kam sonte, do doja që të ndiqnit dy histori rrënqetëse. Janë përgatitur nga kolegja Ola Mitre, janë marë, na kanë ndihmuar Ter dhe Zom për t'i përcjell përpara jush. Ndjekim fillimisht historinë e parë dhe më pas rikthehemi. Ajo ishte ende foshnjë kur prindrit e morën në Greqi dhe detyruan të lypte të riciklonte mbetjet e rrugës. E pavarësisht se ishte shumë e vogël, Leonora e kujton mirë se si nëna e saj detyronte të mblidhte kanaçe në përplekhra bashkë me dy vëllezërit e saj dhe motrën. Atje lypja, mami na çonte te koshat e plerave. Ishte një torturë vërtet. Por në vitin 2004 prindrit e saj u ndanë e përpasoj u kthyen në Shqipëri. Mami dhe babi na prun këtu. Po di që nuk dua të kthehem atje kurrë, nuk dua ta kujtoj atë vend. Kur u kthye në Elbasan, fëmijët u zhvendosën tek gjyshërit nga babai. I ati iku përsëri në Greqi, ndërsa shumë pak më pas i braktisi edhe nëna për të shkuar në Itali. Erdhëm përsëri në Shqipëri dhe ishte edhe më keq. Mamaja nuk dinte si të nxirrte para. Rinim edhe pa ngrënë. Nuk i njihnim kush u rind ku na la babai dhe nuk ndiheshim mirë atje. Mami na la dhe atyre si bëhej shumë vonë për ne. Na linin në një dhomë të ftohtë me një batanie mbuloreshim të katërt. Gjyshnit na jepnin bukë vetëm një herë në ditë dhe na nxirrnin që të mblidhnim kanoçe. Transferimit e gjyshrit nga nëna nuk do të ndryshonte shumë jetën e Leonorës dhe vëllezërve të saj. Kushtet e shtëpisë nuk ishin të mira dhe fëmijëve ju duhej të punonin sërish bashkë me pjesën tjetër të familjes duke shitur rroba të përdorura. Por drita jeshile duket se u ndez në vitin 2006 kur njësia për mbrojtjen e fëmijëve i identifikoi e mori masa sigurie, në mënyrë që fëmijët të mos ishin në rrezik trafikimi apo që të riktheheshin sërish në situatë rruge. Madje filluan të shkonin rregullisht në shkollë, deri në vitin 2013. Kur Leonora ngeli në klasë të 6, çka detyroi 13 vjeçaren të braktisë shkollën. Po nuk më vinte mirë ta vazhdoja. Duhet të përsërisja po të njëjtën klasë. Isha më e madhe nëse fëmijët e tjerë, edhe më vinte turp. Pas një mundësi për të nxjerrë të ardhurat në tetor 2013, Leonora dhe vëllai i vogël shkuan me xhaxhain dhe familjen e tij në Lazarat, ku bashkë me mira punëtor sezonal mbillnin, krasisnin dhe paketonin kanabis. Nuk e kisha idenë se sa keq mund të ishte atje. Kur shkuam ngela pa fjalë. Kushtet ishin shumë të këqija. Flinim në kasole, kishte hashash. Duhet të pastronim bimët dhe të merrnim 1000 lekë për kile. Zgjohesha në 3 të mëngjesit dhe kthehesha në 8 të darkës. Njerëzit flinin me njëherë. As nuk laheshin. Shpeshin që shumë të lodhur na zinte dhe gjumi. Pronarët na bërtisnin zgjohuni, ndryshe nuk do ju paguajmë. Kishte shumë fëmijë të moshës time atje. I përdornin prindit për të bërë para, po më e vështira ishte era.
Si kur i kishim pirë, si budallënj, qeshnim, këndonim, na tregonte ajo era. Dhe mua më dhimte shumë koka. Pavarësisht alarmit të dhënë nga Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve, autoritetet e qeverisjes vendore nuk bën asgjë për t'i kthyer fëmijët nga kjo situatë e rrezikshme, e ata u kthyen bashkë me familjet në nëntor, vetëm kur mbaroi sezoni. Me kthimin e Elbasan, Leonora tregon se askush nuk i ndihmoi. Jo, por unë kam ndihmuar disa fëmijë. Kam qenë në një trajnim kur jam kthyer nga Greqia dhe ndihmova disa fëmijë, po jo shumë. Rikthimi nga Lazarati në Elbasan ishte edhe më i vështirë. Kur punoja isha shumë e zënë dhe kisha harruar fare jetën time. Ato që kisha kaluar. Tani u ktheva dhe më kthyen hallet. Duhet të kujdesem për vllajin, ta bëj gati për shkollë, të bëj punët e shtëpisë. Mbledhje kanaçesh, lypje, braktisje nga prindrit e mbjellje hashashi nuk është gjithçka. Leonora njeh edhe përdhunimet, e pavarësisht se është 16 vjeç, tashmë ëndrat për të ardhmen nuk kanë më vend në jetën e Leonorës. Ka shumë raste që vajzat i përdhunonin. Asnjë nuk kujdesej për to. Unë e di se ku duhet të shkoja dhe të kërkoja ndihmë, po. Edhe po shkova, çdo ndodh pastaj. Unë e bëj, po nuk më dëgjojnë. Në fillim do më dëgjojnë, e pastaj njësoj. Nuk kam asnjë ëndër për veten. Vetëm për të mbrojtur vllajin. Të ketë një shtëpi, të ketë punë, të mos punoj rrugëve. Vajzat do martohen dhe shkojnë tek burrat. Për vllai mund të më ngelet rrugës. Sigurisht jemi kujdesur të ruajmë anonimatin në gjithë kuptimin e kësaj fjale. Kjo ishte historia e parë, ndërsa kjo që do të ndiqni tani është e dyta. Në moshën 2 vjeçare ai u braktis nga nëna ndërsa ai ati nisi ta detyronte të lypte. E më pas bashkë me vëllain e tij e vendosi te institucioni fetar fëmijët e tij që drejtohej nga britaniku David Brown. Ervini ishte 7 vjeç kur në maj 2006 u bë publik skandali se stafi misionar dhe 2 britanik të tjerë kishin abuzuar seksualisht me fëmijët në qendër. Sipas psikologës së klinikës ligjore për të mitur, fëmijët u gjetën në një situatë dramatike. Ervini ishte abuzuar disa herë seksualisht dhe ishte një nga fëmijët më të traumatizuar. Kishte shumë probleme psikologjike dhe pasoja nga trauma. Për muaj të tërë nuk flinte dot me drita fikur, por të gjithë fëmijët kishin probleme dhe ishin agresiv. Shërbimet sociale shtetërore e vendosën Ervinin tek një jetimore në Tiranë, ndërsa vllai i madh shkoi te gjyqja nga nëna dhe daja në Elbasan. E ndonë se vitet e kaluar në jetimore ishin më të lumtura sipas djaloshit, ato të merrnin fund kur ai mbushi 15 vjeç. Sipas stafit psikosocial të jetimores, ai kishte nevojë të ishte i lirë dhe jashtë institucionit, e pavarësisht se ishte një fëmijë e abuzuar seksualisht e pa një familje ku të jetonte, ata vendosën ta regjistrojnë në shkollën e mesme mekanike në Elbasan. Fillim bëra këto pushimet e verës, pata i keq kuptim të vogël me dajen, nuk më donte më. Doja të bëja provimet e shkollës në shtator, kështu që jetimorja më dërgoi me konvikt në Elbasan. Isha shpresa që familja do më kujdesej për mua dhe mendova do ishte më mirë atje, po doli më keq. Fjetja dhe ushqimi në konvik mbuloheshin nga Bashkia e Elbasanit, ndërsa jetimorja i blinte librat, materialet shkollore dhe rrobat, si dhe 1000 lekë në muaj para xhepi. Megjithatë, 15 vjeçari nuk kishte asnjë lloj mbështetje psikosociale apo përkrahje efektive. Doja ishte mirë te shkolla, po s'jam mësuar larg Tiranës. Nuk shkoja fare në shkollë. Një psikolog i ri që punonte në konvikt tregon se Ervini kishte të vështirë të zbatonte rregullat e rrepta të konviktit, që nuk t'i japin mundësi të vizitosh shpesh familjen apo të shikosh aktivitete jashtë si ndeshje futbolli. Nuk kemi programe argëtimi në konvikt, dhe po dhe duam të organizojmë diçka, nuk kemi para për gjëra të tilla. Ervini kishte probleme serioze me sjelljen, por ishte e vështirë të merreshe me të. Nuk kishim dieni për të shkuarën dhe historinë e Ervinit, pasi jetimorja nuk na kishte thënë asgjë për të shkuarën e tij, kur e sollën për herë të parë në Elbasan. Pa ndjekur shkollën e pas një mundësi punësimi, Ervini i pranon se filloi të viste. Fillova të vjedhja, ç'a të bëja, pa punë, ku s'ka punë. Tani jam më i rritur, më i madh, 10.000 lekë muaj s'dalin. Çunat e tjerë dinin, pinin kafe, murja vetëm aty. Bota për para, më duheshin lekë, duhe lekë. Sipas psikologut të konviktit, në mars 2015 Ervini vodhi disa kompjutera në një zyrë në Elbasan, dhe policia erdhi te konvikti të flisnin me të. Policia më tha që duhet ikja. Po mos të ikja do më arrestonin, kështu që erdha prapë Tiranë.
Ervini u kthye te jetimorja dhe kërkoi për një vend ku të rinte, por i thanë se nuk mund të qëndronte më atje. Ai u dërgua në konviktin e Tiranës, ndërsa ju ofrua ushqim falas në jetimore. Kjo ishte dhoma ku u vendos Ervini që pavarësisht traumës të përjetuar në vegjëli, ai e ndante me 2 burra rreth të 40-tave. Braktisja e këtij vendi ishte e sigurt, por pa kaluar shumë ai u arrestua dhe u mor nga policia e Elbasanit. Kur u mor në pyetje, sipas Ervinit nuk pati as avokat dhe psikolog të pranishëm. Më arrestuan më vonë prangat. Dhe tha, kemi ca punë pa mbaruara. Dhe më quan në Elbasan. Pa bida në fakt, kisha i muaj kisha i nga Elbasani. Morën pyetje për një 2 orë, më sollën mirë. Më fotën ja ca pëllëmba, kam mësuar me pëllëmba, duroj. Ndenja aty një natë, dhe të nesme më morën prapë në pyetje. Dhe më treguan ato kamerët e sigurisë të këtyre security, zyrës, si i thonë. Pastaj më quan në paraburgim. Atje ndenja 4-5 ditë. Ervini thot se pas 5 ditëve i caktuan avokat. Ai u tregoi mirë, më tha çat i thoja atyre. Tregoja që vodha, më tha që tregoj që vodha për lek. Më duheshin lek, e takova prapë nesër mëngjes. Më tha që do më ndihmonte. Takova aty te gjykata e Elbasanit, morëm pyetje, nuk i thash gjë ku i shita kompjutrat. Dhe më thanë pastaj që do të transferojmë në Kavaj. I pyeta sa kohë, nuk ka kohë thanë, pa përcaktuar. Ervini u transferua te Instituti të Miturve në Kavaj në 28 prill 2015, ndërkohë që deri në 18 maj 2015 askush, përfshirë edhe kujdestarin e tij ligjor të jetimores, nuk kishte kontaktuar me të. Asnjëri se di që jam tu, njoftova dot njëri. Isha me atë shokun tim kur më kapën. Që atje më quan te komisariati i policisë aty në Elbasan. Asnjëri se dinte. Mbajtën atje 5 ditë, pastaj më sollën tu. S'kam asgjë këtu. Vetëm këto rrobat. Me këto rroba isha kur më kanë kapur atë ditë, më arrestuan. Nuk rri dot mbyllur brenda. I braktisur nga nona e babai, i abuzuar seksualisht në moshë të mitur, e i endur jetimoreve e konvikteve që kur nuk arritën ta fusin në rrugën e drejtë, 16 vjeçari ende ka një shpresë. Shpreson të mos rri gjatë në burg, donse hekurat e jetës së jashtme mund të jenë edhe më rrethues. Kjo ishte historia e dytë. Përpara se të prezantoj panelin, do doja të falenderoja edhe një herë Terdezom që na mundsoi të kishim në dorë një raport që ata kanë publikuar, brenda të cilit ka 4 histori njerëzish që kanë qenë pre e trafikimit, disa janë shpëtuar, të tjerë jo. Është një raport i quajtur Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve në ndërtim e sipër, siç e përmenda, ka brenda 4 histori, një kërkim i realizuar nga Fotis Filip për misionin Terdezom. Ne mundëm të sillnim për ju vetëm 2 prej këtyre historive. Atëherë më lejoni të prezantoj me njëherë panelin e nderuar që kam sonte. Është zonja Etleva Bisha, drejtoresh e Shërbimit Social Shtetëror. Mirëmbrëma zonja Bisha, mirë se erdhët në Njerëz në Fokus. Përballë jush është zonja Nevila Xhindi, sekretare e Shoqërisë Civile në Partinë Demokratike, ish nënkryetare e Bashkisë të Tiranës, njohse mirë e këtyre çështjeve, ka qenë më herët pjesë e Shoqërisë Civile. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zonja Xhindi. Ndërkohë për kraj jush është zoti Aleks Hajdari, ekspert dhe gjithashtu kryetari i Shoqatës së Punonjësve të Policisë të Liruar 2013. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Hajdari. Ndërkohë në lidhje të drejtë për drejtë me studion tjetër të emisionit Njerëz në Fokus, jemi me zonjën Anila Trimi, e cila është drejtore drejtorisë antitrafik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Mirëmbrëma zonja Trimi, faleminderit që jeni në emisionin ton. Dhe jemi në pritje të mbëritjes në studio edhe të zonjës Elona Gjebrea, zëvendësministre e Punëve të Brendshme, e cila sigurisht do të fokusohet më së shumti në lobimin që po bën qeveria shqiptare për çështjen e trafikimit. Po flasim për të trafikuarit, zonja Bisha. Ju dëgjuat me vëmendje, po e shikoja 2 historitë. Si u ndjet teksa i dëgjuat së pari? Për fat keq janë vetëm 2 nga historitë e qindra historive tjera të viktimave të trafikimit, sepse çështja e trafikimit nuk është një çështje e re për Shqipërinë, është një çështje e cila për fat keq ka vite që adresohet
nga institucionet shqiptare. Madje mund them që çështja e trafikimit tashmë është një sfidë për shumë vende të botës dhe pa diskutim që është një sfidë edhe për Shqipërinë. Thash që është një çështje që është adresuar prej vitesh, kuptohet që ka një mekanizëm të ngritur kombëtar, një mekanizëm në të cilën referohen rastet e trafikimit dhe që adresohen gjithashtu nevojat e viktimave të trafikimit. Në fakt ka një task force e cila drejtohet nga zonja Gjebrea dhe që përmbledh kontributin e një numri institucionesh, sepse është një çështje që për të adresuar kërkon kontribute nga shumë institucione. Cili është roli institucionit që ju drejtoni? Jo vetëm nga Ministria e Brendshme, por nga Ministria e Mirëqenies, nga Ministria e Arsimit, nga Ministria e Shëndetësisë, madje është nga ato rastet që edhe shoqëria civile ka rolin e vet, madje edhe vet komunitetet duhet kenë rolin e tyre. Sepse kur flasim për trafikimin, kemi parasysh që janë disa komponentë që e përfshin atë. Së pari kemi bëjmë me parandalimin, nevojën për ta parandaluar atë, me nevojën për të identifikuar viktimat e trafikimit, sikurse edhe viktimat e mundshme të trafikimit, dhe pastaj për të punuar për të adresuar nevojat e këtyre viktimave përmes një numri shërbimesh të ngritura, sikurse edhe nevoja për të ndëshkuar ata që kanë shfrytzuar këto viktima trafikimi. Kështu që janë një mori aktorësh të përfshirë në këtë task force dhe në këtë mekanizëm të ngritur. Kështu që ky kombinim kontributesh në fakt ka sjellë edhe rezultate konkrete për adresimin e rasteve të trafikimit. Për të kthyer te shërbimi social shtetëror, kuptohet që dimensioni ynë është i lidhur me pjesën si të parandalimit, në kushtet që të gjithë aktorët kanë një rol specifik në këtë këndvështrim. Gjithashtu të trajtimit të rasteve kur një element tjetër ka të bëjë me identifikimin e viktimave të trafikimit, kam parasysh faktin që ka procedura standarde të miratuara për identifikimin e viktimave të trafikimit dhe në gjitha rastet kur ka referime apo denoncime të viktimave të mundshme të trafikimit, sa herë kryet intervista formale për ta vlerësuar është apo jo viktim trafikimi, kjo intervistë kryet nga punonjësi i policisë, por bashkë me punonjësit social të shërbimit social shtetëror në nivelin e drejtorive rajonale. Dhe pikërisht mbas këtij lloji identifikimi ka një rol specifik punonjësit shërbimi social shtetëror në vlerësimin e nevojave të viktimës identifikuar për të parë se cilat janë shërbimet e nevojshme që duhet marrin, radh parë dhe se ku duhet i marrë këto shërbime. Në Shqipëri ka një rrjet strezash të cilat ofrojnë shërbime për viktimat e trafikimit, njëra prej tyre menaxhohet nga shërbimi social shtetëror, 3 të tjera menaxhohen nga organizata të shoqërisë civile, të cilat në fakt janë pjesë e këtij mekanizmit referimit që unë përmenda pak më parë. Dhe në fakt të 4 strezat punojnë me të njëjta standarde dhe synimi është në radh parë për t'i ofruar mbështetje të menjëhershme psikologjike, mjekësore, ligjore, viktimës së trafikimit dhe pastaj mbas kësaj fazës së ndërhyrjes emergjente punohet me një paketë speciale për reintegrimin e viktimave të trafikimit. Me një rast të tillë. Për hir të vërtetës kanë ndryshuar, le të themi, koha dhe suksesi në menaxhimin e rasteve specifike. Në tetor të 2013-ës dhe edhe fillimet e 2014-ës kemi pasur në qendrën që menaxhohet nga shërbimi social, kemi pasur edhe raste që kishin mbi 2 vjet që merrnin shërbim në qendrën tonë, ndërsa në mënyrë të veçantë gjatë këtij vitit fundit kemi arritur që edhe brenda 6 muajsh të kemi bërë ndërhyrjen e menjëhershme, duke punuar thash me programe shumë specifike dhe të ndërtuara shumë mirë profesionalisht, dhe për të kaluar pastaj tek pjesa e reintegrimit. Në pjesën e reintegrimit, për hir të vërtetës, në kushtet që qendra jonë konsiderohet si një qendër e sigurisë së lartë, do thotë që nuk është shumë e lehtë që viktimat e trafikimit të dalin jashtë qendrës dhe të marrin shërbime reintegruese të tipit një formim profesional apo një kurs specifik që mund t'i krijonte mundësim për punësim apo edhe vetë punësimi. Kjo pjesë e programit zhvendoset në 3 strezat e
të tjera. Por ka shumë raste që në vlerësimin fillestar që bëhet viktimës së trafikimit, mund të ndodhi që niveli rrezikut nuk është i lartë, kur vetë viktima është në kushte të tilla për të rikthyer në familjen e vet, familjen biologjike, por në të gjitha rastet nëse vlerësohet që mund të kthehet, ka gjithashtu një proces mbështetje me shërbime, sado që kjo është sfidë më vetëm, duhet ta them, nuk funksionojnë gjërat si të ishte një fush me lule, përkundra se ka sfidat e veta, por të paktën ka një protokoll të ngritur dhe ka një mekanizëm që çdo punonjës social që menaxhon rastet e di se në çfarë fazash duhet eci për të asistuar profesionalisht. Edhe diçka tjetër, e di që ndoshta si pëlqen si pyetje, po her pas here kjo duhet bërë për të bërë një krahasim të kohëve teksa punohet për të minimizuar këtë fenomen. Sa prej viktimave të trafikimit që ju keni trajtuar kanë mësuar regres? Regres. Në fakt, këtë pyetje i kam bërë stafit tim sot përpara se të vija në këtë emision, sepse kuptohet që është një staf i dedikuar që merret specifikisht me rastet e viktimave trafikimit dhe gjatë 2015-ës, në fakt në qendrën tonë janë trajtuar 19 raste, 11 prej tyre konsiderohen tashmë si histori suksesi, në sensin që gjysma e viktimave kanë arritur jo vetëm marrin këtë pjesën e rehabilitimit, por njëkohësisht edhe të sistemohen edhe me punësim, pra janë në fazën e reintegrimit. Ndërsa nga në gjithë historikun e këtyre 2 viteve, janë vetëm 3 raste që viktima, mbasi është kthyer në familje, pra ka marrë gjithë mbështetjen, është edhe këtë pjesën e reintegrimit. Ju keni menduar se ja ka dalë, i është rikthyer. I është rikthyer sërisht një situatë, vetëm 3 raste, dhe më duhet të them që prej vitit kaluar, një risi për stafet e qendrave tona ka qenë fakti që më parë viktima kur dilte nga qendra nuk vijohej me monitorimin e situatës së viktimës aty ku banonte. Ndërsa tashmë ne bëjmë këtë gjë në sajtë një ndërveprimi më të mirë midis stafit të qendrës me drejtoritë rajonale të shërbimit social dhe me punonjësit social. Megjithatë, më duhet të them që ka sikurse në gjithë pjesën e çështjeve sociale, sikur flasim për të moshuar, sikur flasim për fëmijët, viktima dhune, trafikimi, ka nevojë sot për një rol shumë më proaktiv të vetë njësive vendore, të vetë njësive të mbrojtjes fëmijëve kur flasim për fëmijët, apo të vetë punonjësve social në njësit vendore, në mënyrë të tillë që ajo pjesa e monitorimit dhe mbi gjitha pjesa e mbështetjes me shërbime në vijim të jetë konstante. Nuk është e lehtë, megjithatë nuk është edhe e pamundur. E qartë, zonja Gjindi, ju si mendoni, ja kemi dalë të minimizojmë sadopak të fenomen nga viti në vit? Unë në fakt duhet desha të bëj një reagim mbas asaj që dëgjova. Jam dakord me ato që thotë Leva, që kjo është janë 2 nga rastet e shumta që sidomos ato që merren edhe shoqata shoqërisë civile që janë pjesë e të gjithë sistemit të monitorimit të rasteve, që ndodhen përpara të tilla rasteve, por dua të, në fakt ajo që më vinte në mendje ndërkohë që e shikoja, ishte një shprehje e Mandelës që thotë nuk mund të ketë pasqyrim më të prehtë të shpirtit të një shoqërie se sa mënyra se si ai trajton ajo fëmijët. Dhe në fakt ne edhe në këtë studio unë kam qenë edhe herë të tjera, kemi trajtuar disa herë çështjet e fëmijëve. Në fakt çështja e trafikimit, fëmijët janë një ndër elementet e trafikimit. Trafikimi është i qenieve njerëzore, është një çështje shumë madhore dhe nuk është një çështje që prek sigurisht vetëm Shqipërinë, nuk është historia e trafikimit që fillon në Shqipëri, përkundrazi, Shqipëria ka hyrë në ato vende që nuk ka pas histori trafikimi. Historia e trafikimit përgjithsisht ju përket vendeve me hapje, me qasje nga një mbyllje në një qasje më gjithë përfshirëse, më të madhe, por kjo është e lidhur katërcipërisht tashmë e provuar edhe shkencërisht me kushtet ekonomike, me varfërimin e shtresave, sigurisht të targetuara janë pikërisht këto shtresa, është e lidhur me çështjet arsimore, është lidhur me çështjet e shëndetësisë dhe mbi të gjitha është e lidhur me luftën që i bëhet krimit të organizuar. Trafikimi sot hyn edhe në juristët mos më lënë gaboj, hyn në çështjet
është pjesë e krimit të organizuar, pra është e referuar edhe në kodin penal, apo jo, si pjesë e krimit të organizuar dhe si i tillë duhet të gjykohet. Nuk është kur mjaftueshëm të bësh, sidomos në një shoqëri kaq të hapur dhe kaq tranzitore pafund si shoqëria shqiptare, nuk mbaron, fillon dikund, por nuk mbaron nga histori, përsa kohë që ne nuk merremi me rrënjët e problemit. Kudo që trajtohet çështjet e trafikimit janë dy forca, është forca shtytse dhe forca tërheqëse. Shqipëria për shumë vite ka qenë vend i tranzicionit, nuk është kotuar në për raportet ndërkombëtare si vend as i origjinës as destinacion, por herë mbas here na shfaqet edhe si vend i origjinës. Nuk ka qenë as pak e çuditshme ndoshta që në këto momente, në këto valë edhe të migracioneve dhe kushteve të frikshme që po kalon ekonomikisht Shqipëria, papunësisë, varfërisë, të dëgjosh në lajme që sot në Britaninë e Madhe ne arreshtohemi pas Nepalit edhe fëmijëve vietnamez në Britaninë e Madhe, trafikohen fëmijë shqiptar. Sigurisht raste do kemi mundësi ta diskutojmë The Guardian, artikullin e The Guardian, se është një artikull që ka ngjallur debate, besim dhe mos besim, të ajo që është shkruar edhe nga vetë ambasadori Kenon. Kjo është një fushë shumë e vështirë, domethënë puna është shumë e madhe, sukseset maten me milimetra, sepse e tillë është, përsa kohë që është pjesë e krimit të organizuar. Megjithatë, zonja Gjindi, varfëria nuk është se u evidentua sot në Shqipëri. Absolutisht, nuk po them se është evidentuar sot. Agravimi i situatës rrit premisat për ta shtuar numrin e atyre që targetohen nga, domethënë rrit numrin e atyre që targeton pikërisht krimi organizuar. Sidomos mos harrojmë që target ka qenë, është akoma më shumë fshati, janë çështjet e varfërisë theksuar në fshat, problematikat me arsimimin, me shkollimin e femrave në fshat, por njëkohësisht edhe çështjet ekonomike që kanë zënë vend, janë ulur këmbkryq, si thuash. Varfëria është një çështje madhore. Ti je i sigurt që nuk është se e them unë sot, kjo është e vërtetuar, thash edhe shkencërisht, po të referohesh të gjitha, jo vetëm raporteve ndërkombëtare që mund të jenë edhe divulgative deri dikun, por edhe të gjitha rasteve, mas rasteve, jo vetëm Shqipëri, por në të gjitha Europën, e cila tashmë është në valën e trafikimit, burimi është varfëria dhe papunësia theksuar. Sigurisht mundësia... Nuk e mohova, po thash që nuk është se lindi sot kjo varfëri. Mundësia për një klasë politike jo të qëndrueshme, politika sociale jo të qëndrueshme, që ndryshojnë her mas heret, mundësia për t'i mbështetur, qeveria për t'i mbështetur këto lloj shtresa sociale me incentiva të ndryshëm, bën që sigurisht ne të përballemi për herë me sfida të kësaj natyre. Zoti Ajdari, doni të shtoni diçka? Po? Po, në fakt... Një moment, ju lutem. Pa diskutim që një nga arsyet dhe rrënjët e trafikimit është ekonomia, por nuk është e vetmja. Dhe nëse nuk e shikojmë rrënjët e problemit në gjithë dimensionin e vetë, rrezikojmë që mos të adresojmë ashtu siç duhet. Edhe nga të prekurit real të rasteve të trafikimit, paktën nga pozicioni që kam, shpeshherë ndodh që edhe vetë familja, edhe mungesa e informacionit se çfarë është trafikimi dhe se çfarë probleme sjell edhe neglizhenca shpeshherë e prindit ndaj fëmijës, janë shkaqe që çojnë drejt trafikimit. Po më thua që edhe në një familje të mirë ekonomikisht kjo ndodh? Po them, po, që ka dhe familje, ka dhe familje ku prindi nuk i kushton vëmendjen, jo, unë nuk thash që është në mas, por thash që ka dhe arsye të tjera përveç arsyeve ekonomike. Absolutisht, unë mund të listoj disa, po baza janë kushte e vështira ekonomike. Ka pasur raste që kanë qenë, ka pasur realisht indicje që fëmia ka ardhur në shtëpi me një veshje shumë më të mirë se me cilën ka shkuar në shkollë, pra është mund të jetë joshur nga ai që më pas mund të ketë qenë trafikant i vet. Dhe kjo nuk është parë si një arsye për të shqetësuar nga prindërit derisa fëmia ka marrë një
rrugë që pastaj ka quar është bërë pre trafikimit. Shto këtu neglizhencën që Megjithatë dhe kjo lidhet në një farë forme me varfërinë, zonja Etleva. Lidhet me varfërinë, lidhet me moshën. Një fëmijë që s'ka patur mundësi të veshë atë veshjen e bukur që dikush tjetër e ka joshur. Lidhet pak edhe me moshën që mund të ketë fëmija. Pra, është shumë më kompleks se sa thjesht çështja e ekonomisë. Nga ana tjetër, është e jetë e rëndësishme. Eleva, ai është burimi. Ekonomia është burimi. Nuk e shmang dhe nuk e mohoj këtë gjë, por ka dhe arsye të tjera. Dakor, po kjo duhet pranuar tani çfarë ka një familje që ka ato kushte ekonomike që ka, se duhet që t'i trafikohet fëmia, kjo s'është argument. Familjet të ndihmohen, të mbështeten që mos ta rrihet. Patjetër incentiva social, politika sociale që të favorizojnë këto shtresa. Absolutisht. Që sigurisht të dalin nga i margjin më i dobët, më i ullët i varfërisë. Patjetër. Sepse ai është targeti i parë. Patjetër. Mbështetja me shërbime pa diskutim që është e nevojshme, sikurse është e nevojshme që edhe vetë komuniteti, pra vetë qytetarët të jenë shumë më të informuar se çfarë përbën trafikimi, se ndonjëherë kemi edhe përpara syve dhe thjesht sepse nuk dim ta konsiderojmë apo ta klasifikojmë si trafikim, mbyllim syt dhe nuk e denoncojmë. Prandaj edhe një nga përpjekjet e bëra, është i dyti vit të radhazi, nëse nuk gaboj, që muaj tetor është muaj antitrafik dhe nuk ka fushata nuk është ndërmarrë fushat ndërgjegjësuese thjesht përmes mediave apo në ajër për të thënë stop trafikimit, por ka pasur iniciativa konkrete, komunikim në mënyrë të veçantë me fëmijët në shkolla, me komunitetet e prindërve, për t'i sqaruar se çfarë është trafikimi dhe si mund të parandalohet. Nuk është rasti i parë që ndodh kjo lloj. Okej. Ne, dhe të thënë, 19 tetori ndjes, Alex, 19 tetori është dita europiane. Absolutisht. Dhe kjo është arsyeja që asaj dite një javë para, apo më pas, i veshin të gjitha aktivitetet. Po, në 2 vitet ka shumë më tepër se sa aktivitetet të një jave, pikërisht sepse është e rëndësishme. Është e rëndësishme, unë po të referoj vetëm një gjë, që sigurisht mua si një dëgjuese jo krejtë e rëndomt, më të roqi vëmendjen, që në ditën europiane, në një konferencë që u zhvillua nga Ministria e Brendshme, Kryeministri i Shqipërisë thotë që ne do kemi një qasje ndryshe, dhe qasja ndryshe konsistonte në zbatimin e ligjit, në mbrojtjen e viktimës dhe në efikasitetin e institucioneve. A mund të më thuash cila është qasja ndryshe, sepse këto duhet të jenë. A mund të jenë? Falni, zotja Darësi. Zonja Trimina dëgjoni, besoj, dhe keni ndjekur... Këto duhet të jenë. Keni ndjekur... Po këto nuk kanë qenë. Falni një moment. Cila është qasja ndryshe? Absolutisht. Zonja Gjinde, ju lutem. Zonja Bisha. Zonja Trimi, mu dëgjoni? Përshëndetje edhe njëherë të gjithëve, unë ju dëgjova me shumë vëmendje diskutimet tuaja. Do doja të tërhiqja vëmendjen, Shqipëria vazhdon të mbetet vend origjine për trafikimin e personave, kështu është cilësuar dhe kështu vazhdon të mbetet, dhe që prej vitit 2013 me ndryshimet e reja ligjore që ndodhen, më në fund u shuan pak debatet e çështjes së njohjes trafikimit brendshëm dhe trafikimit jashtëm, dhe Shqipëria konsiderohet dhe si vend destinacioni kryesisht për shfrytëzimin e viktimave të trafikimit për prostitucion, por jo vetëm, sepse kemi raste të viktimave të cilat shfrytëzohen për lypje, kryesisht miturit apo forma të punës detyruar. Përsa i përket qasjes tonë ndaj trafikimit personave, sigurisht është një luftë e përbashkët e të gjithë institucioneve, ashtu sikur se u thanë në studio tek ju, të gjithë jemi të interesuar ta parandalojmë fenomenin, të mbrojmë viktimat e trafikimit, të identifikojmë ato edhe t'i asistojmë, sigurisht, dhe këtë nuk mund ta bëjë vetëm Ministria e Brendshme, as vetëm Policia e Shtetit. Mua më vjen mirë që me zotin Ajdari kemi bashkëpunuar vite përpara dhe kemi hetuar raste të trafikimit personave. Viktimat e trafikimit nuk janë vetëm ato që vinë nga familje të varfra, është shumë e vërtet që varfëria është një nga indikatorët për të rënë pre trafikimit, pra ajo që të shtyn drejt këtij fenomeni, por jo vetëm, sikurse në të gjithë vendet e botës, në të gjithë raportet, gjithë ne kemi lexuar, besoj dhe kemi informacionin që nuk është vetëm varfëria, janë shumë indikatorë të tjerë, por do doja të thoja që nga rastet që ne kemi pasur në Shqipëri të paktën, nuk ka vetëm persona të cilët vinë nga familje të varfra, ka edhe persona të cilët
të janë të shkolluar, persona të cilët kanë mbaruar arsimin e lartë. Po cili është motivi? Pse bien pre e rrjetit të trafikimit? Këta persona që ju renditët së fundit, pra njerëz të shkolluar. Po, kemi edhe nga familje shumë të mira, familje në gjendje shumë të mirë ekonomike, familje të cilat mund të kenë qenë dhe në migracion dhe që kushtet ekonomike të fëmijëve të tyre kanë qenë një familje normale, pra me të ardhura të mira ekonomike, por ajo që kemi vënë re, nëse unë i referojmë disa rasteve konkrete, ka pasur raste të vajzave të cilat janë bërë pre e trafikimit ose janë bërë pre e prostitucionit për faktin sepse janë rebeluar ndaj familjes tyre, janë rebeluar ndaj rregullave të vendosura në familje, ndaj marrëdhënies që ata kanë pasur me familjarët e tyre. Nga një adoleshencë problematike, atër? Ndoshta nga një adoleshencë problematike. Por jo vetëm kjo, sepse shumë shpesh dhe vazhdon të mbetet e njëjti modus operandi ose mënyrë që përdoret nga trafikantët për të rekrutuar viktimat e tyre, që është rasti i premtimeve për martesë. Ne vazhdojmë të kemi premtimet për martesë, mashtrimin pra për martesë, duke i dërguar pastaj bashkëshortet e tyre në vendet të BE-s për të shfrytzuar ato më pas për prostitucion ose për punë të detyruar. Ne flasim për të rritur gjithmonë, po për fëmijët. Çfarë mund të më thoni për fëmijët? Për sa i përket fëmijëve, kryesisht nga ajo që ne kemi identifikuar. Kush janë grupet më vulnerabël që bien pre e trafikimit? Aktualisht ajo që ne identifikojmë janë rastet e fëmijëve të cilët shfrytëzohen për lypje dhe në vendet kufitare, vendet e rajonit, siç janë Kosova apo Malizi, por edhe Greqia, janë vendet më të identifikuara për sa i përket shfrytëzimit të fëmijëve dhe janë kryesisht të shfrytzuar për lypje. Por kemi pasur edhe raste të minorenëve që variojnë nga mosha 15 vjeç, 16 vjeç e sipër, që mund jo shumë këto raste të hasura, por që janë të shfrytzuar për prostitucion në vendet e BE-s ose edhe brenda Shqipërisë. Do doja të sillja këtu në vëmendjen tuaj në fakt përmirësimin edhe një lloj lehtësimi që solli ndryshimet ligjore, ndryshimet e kodit penal në lidhje me veprën penale trafikimit personave, sepse më në fund ne sot kemi vetëm dy dispozita dhe dy dispozita në lidhje me trafikimin e personave, që është trafikimi personave të rritur, dhe lehtësimi që solli në lidhje me hetimin dhe referimin e veprave penale ishte edhe shfuqizimi i shfrytëzimit i veprës penale që kishte të bënte me shfrytëzimin e prostitucionit rrethana rënduse, për vetë faktin që vetë kjo dispozit nuk ishte gjë tjetër veçse një formë e trafikimit. Lehtësimi që solli ishte sepse tashmë punonjësit e policisë kanë më të lehtë referimin e këtyre veprave penale në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, edhe sigurisht që hetimi do të kryet nga prokuror të specializuar vetëm për hetimin e këtyre veprave penale. E qartë, do të rikthehemi të flasim sërish të zonja Trimi. Zotja Hajdari, se ju ndërpreva 2 herë fjalën. Zonja Trimi tha se më herët kishit bashkëpunuar së bashku. Nuk keni më bashkëpunime tani për këtë çështje? Kemi qenë kolegë dhe absolutisht gë respekt për kohën që kemi punuar, është një ndër specialistët më të mira që ka qenë në drejtorinë e përgjithshme. Aktualisht ajo është punë ndërsa unë jam pa punë, ky është dallimi, por bashkëpunimi është kuptoj që janë gjithë aktorët e shoqërisë që bashkëpunojnë për këtë fenomen. Në fakt, po të shikosh pamjet janë shumë rënqese. Unë do doja dhe mendoja që ky takim sonte do ishte më shumë sensibilizues për të dhënë ato efekte pozitive dhe për të përqur rrugë dhe mënyrat se si mund zgjidhet ky problem, se sa për të krahasuar periudha kohore 2 vite më parë apo 2 vite më brapa. Po këtë do ta bëjmë në fund të emisionit, duke folur dhe duke krahasuar situatën. Nëse unë do doja të referohesh te mekanizmit kombëtar të referimit, i miratuar për herën e fundit vitin 2012, që ka të bëjë me identifikimin e viktimave të trafikut, që unë nuk di ose nuk kam informacion që të ketë pas ndryshime të tjera, dhe nëse i referohemi ndryshime në kodin penal dhe në kodin e procedurës, ndryshimet e fund që janë bërë në kodin penal janë vitin 2013, po dëni mund t'ja u listojmë, dhe nuk ka ndryshime të tjera. Ndërsa nëse ju referohemi strezave, apo iniciativat të morë 2 vitet e fundit, si që tha zonja Etleva, absolutisht, me qenë se dhe zonja Trimi është prezente këtu në studio, dhe më thënë nuk ka ndryshime procedurash për kohën që diskuton zonja Etleva.
Absolutisht që për sa i përket objektit trafikimit për mendimin tim dhe nga përvoja në policinë e shtetit, arsyeja ekonomike është arsyeja numër 1 nëse gjithmonë flas nëse i referohemi rasteve të trafikimit të fëmijëve. Nëse futemi tek trafikimi i femra apo tek trafikimi në përgjithësi, absolutisht është shumë e vërtetë që diapazoni hapet. Zonja Trimi, rastet që përmendi zonja Trimi janë evidente, janë përvojë pune, nuk është problemi që janë gjërat diskutuara në ambiente shoqërore, por për sa i përket trafikimit të fëmijëve, problemi ekonomik është problemi kryesor. Unë mendoj që ne duhet të identifikojmë cilat shtresa janë më të prekura për sa i përket trafikimit të fëmijëve dhe nga çfarë grupesh vinë. Normalisht problemi numër 1 është problemi ekonomik, janë fëmijë që jetojnë në familje problematike, që janë familje që janë përdorus, mund të jetë babai apo përdorus të lëndëve narkotike, janë përgjithësi fëmijë me prind emigrant, janë fëmijë që kanë emigruar pa prezencën e familjes, janë në rrugët e madhe, dhe janë një kategori apo një grup fëmijësh që preken drejt për drejt. Por arsyeja kryesore për mendimin tim është arsyeja ekonomike. Janë raste shumë të rralla dhe shumë vështirë të evidentosh raste që familje që kanë ekonomi stabil, familje që përkujdesen për fëmijën, për sa i përket arsimimit, shkollimit, kulturës, që të ketë probleme të tilla, nuk diskutohet probleme për të bërë punën e lypsit apo për të bërë punë të rëndomta, nëse do të përdorim këtë termi, mund të ketë shkujdesje, por raste të tilla ndodhin kur fëmijën e çon në shkollë dadja, jo prindi. Kur flasim për familje që kanë ekonomi stabil. Shkurtimisht, se kam pritur të zonja Gjebrea, po pret të akomodohet në studio. Meqense u fol për ndryshime apo jo ndryshime dhe vijen pikë pyetje ndryshimet. Ndryshime realisht kanë ndodhur, së pari të 3 strezat që prej vitit kaluar tashmë buxhetohen nga buxheti i Ministrisë Mirëqenies Sociale, është një gjë që nuk ka ndodhur më parë dhe kjo gjë i vinte ato dhe në limitet e mbijetesës, ndërkohë që nevoja për këto streza ka qenë dhe është të jetë e rëndësishme. Së dyti ka ndodhur dhe një ndryshim në këndvështrimin e pagesës për viktimat e trafikimit, që prej janarit të këtij viti, por ligji ka dalë që fund vitin e kaluar, ato që konsiderohen viktima trafikimi përfitojnë pagesë si gjatë kohës që janë në streza, ashtu edhe kur trajtohen në familje deri në momentin e punësimit të tyre. Nga ana tjetër, ndryshimi më i rëndësishëm që ka ndodhur gjatë këtyre 2 viteve, që ndoshta duket si i pa rëndësishëm, por për ne që punojmë me rastet është i rëndësishëm, është fakti që ka realisht një mundësi dhe një qasje krejt tjetër në mënyrën se si punohet me viktimat e trafikimit. Vetë fakti që deri në 2013 kishte viktima trafikimi që qëndronin brenda qendrave për më shumë se sa 2 vjet, ndërsa sot koha e qëndrimit të tyre është shkurtuar deri në 6 muaj, tregon që punohet realisht me plane individuale për fuqizimin e tyre. Absolutisht nuk është e lehtë dhe nuk dua ta bëj situatën sikur është fushë me lule, sepse riintegrimi është një sfidë, por nuk është një sfidë vetëm për Shqipërinë. Kush punon në çdo vend botës me pjesën e rehabilitimit të viktimave të trafikimit, ma besoni që ndeshet realisht me sfida. Okej, do vjojnë flasim... Që t'jemi shumë korrekt të kjo pyetje. Do të thonë, thjesht të bëjë një pyetje. Do të thonë, në vitin 2013 ka përfundu afati i strategjisë, plani strategjik për luftën kundër trafikut që janë njerëzor. Dhe ju siguroj që për një vit, ku është miratuar plani tjetër? Sepse një plan, në momentin që i mbaron afati, dhe afati ati plani ka marrë në vitin 2013, ju mund të na thoni kohën se ku është miratuar plani i ri, sepse për një vit nuk ka pas plan strategjik. Dhe kjo nuk do të thotë që mungesa një plani strategjik nuk ka pasur reagim real. Përkundrazi. Pra njëri nuk ka kohën për të shkruajtur dhe për të dhënë letër, nuk besoj që ke kohë për të bërë gjëra të tilla. Deri në 2014 ke qenë në listën e vendeve në vëzhgim, ndërsa tashmë je në një situatë krejt tjetër. Absolutisht ta lutem një sekond. Je në një situatë krejt tjetër. Ka një shtesë që mund të vazhdojmë dhe ky është një fakt i pranuar edhe nga ndërkombëtarët, jo më nga ju që po ndihmoni në distancë e publicitetit. Zoti Hajdari, a mund ta vazhdojmë pas publicitetit? Departamenti Amerikan Shtetit është herë e parë që Shqipëria klasifikohet vend pritës. Vend pritës. Sepse rastet e tjera pothuajse në periudha kohore ndryshme i kemi hasur. Ndërsa vend pritës, nëse gjithmonë i referohemi raportit Departamentit Shtetit, është herë e parë që organizata që mbikëqyrën punën e policisë, dhe më thonë fjala vend pritës është herë e parë që përmendet në raporte. Sepse kemi pas përda që kemi qenë vend tranziti, vend origjine,
vend trafikimi, kurse vend pris është herë e parë. Okej, më duhet shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak dhe marrim edhe përgjigjen e pyetjes që sapo bëri zoti Hajdari. Publicitet, bashkohet në panel me ne edhe zëvendës ministre e punëve të brendshme zonja Elona Gjebrea. Pas pak. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Na është bashkuar në panel edhe zëvendës ministre e punëve të brendshme zonja Elona Gjebrea. Përshëndetje, mirë se erdhët zonja Gjebrea. Përshëndetje. Ju vini nga një takim me ministrin, në fakt ministrin Tahiri, për çështjen e refugjatëve. Ju keni qenë në Bruksel të dielën me kryeministrin e vendit zotin Rama, ku aty është diskutuar për çështjen e refugjatëve, duke dalë paksa jashtë teme për pak momente. Pse jo t'ju shkëpus lajmin, sa refugjat do të pres Shqipëria, zonja Gjebrea, çfarë vendos? Nuk është vendosur, Numri? atëherë ta fillojmë me një informacion që ka të bëjë me ato çfarë u zhvillua në Bruksel. Presidenti i Komisionit Juncker thiri në një takim urgjent gjithë krerët e shtetëve të cilët janë përgjatë rrugës migratore të Ballkanit perëndimor për të rënë dakord për disa masa të menjëhershme operative për situatën e refugjatëve në Ballkan dhe vendet e prekura. Në aty, Shqipëria shprehu dakordsinë për të qenë pjesë e zgjidhjes së përbashkët. Kjo nuk do të thotë se aty u caktua numër Shqipërisë dhe apo Shqipëria ka përcaktuar qendra. Përkundrazi, thjesht duke vlerësuar riskun, duke parë gjithë situatën dhe fluksin e migrantëve këto muajt e fundit, edhe Shqipëria është pjesë e Ballkanit dhe jo vetëm. Po, ka një shifër apo jo, 100.000 refugjat do të pranoj Ballkanin në tërësi. Nuk ka ende një ndarje sa Shqipëria sa... Jo, absolutisht nuk u diskutua për ndarje të numrave ndërmjet Ballkanit, sigurisht u diskutua për ato se si të gjithë vendet duhet të punojnë së bashku, të menaxhojnë situatën, menaxhojnë kufirin, integritetin e kufirit, nga ana tjetër dhe të bëjnë të përballen me dinjitet përballë kësaj krize humanitare. Gjithmonë theksi u vu edhe te Greqia për të rritur ato kapacitetet pritëse dhe sigurisht dhe bisedimet e BE-s me Turqinë, pasi dhe Turqia është një barierë e parë të gjithë refugjantëve sirian, të cilët pastaj më pas drejtohen drejt Europës. Greqia ndërkohë ka shifrën e vet. Si ka mundësi që ende Shqipëria se ka? Kjo do të thotë që do vi kush të vi edhe hajt jemi gati t'i presim ai sa do vinë apo? Jo, Ola, të lutem, sepse shumë e rëndësishme informacionet që japin edhe për publikun, edhe sot dëgjova disa lajme me shifra apo me kampe apo marrëveshje të fshehta që ka bërë qeveria, nuk ka asnjë shifër, nuk ka asnjë kërkesë që është detyruar Shqipërisë me numra konkret, sigurisht përsa ka është një situatë që lëviz fluksi dhe që mund të devijojë për shumë arsye nga më të ndryshmet dhe Shqipëria duhet të jetë e përgatitur për këtë situatë. Por nuk është se kemi një numër të përcaktuar dhe nuk u përcaktua një numër aty. Greqia sigurisht sepse është bariera e parë që pret dhe është e rëndësishme që të përcaktohet pastaj dhe se si do të menaxhohet. Po mirë, dakor, të kuptoj, po deri në sa persona mund të presim ne, gjithsesi sa kemi ne kapacitetin për të pritur? E para njëherë që këtu flitet për një lëvizje tranzitore, nuk flitet për kapacitete numrash, personash të cilët do të jetojnë në Shqipëri, do të kërkojnë azil në Shqipëri. Sigurisht ne kemi një parapërgatitje tonën përsa i përket kapaciteteve, pra një vlerësim tonin të brendshëm, por në këtë rast, ashtu sikurse e ka treguar dhe muajt e fundit, nuk kanë dëshirë që të rinë edhe në vende më të zhvilluar se Shqipëria. Të gjithë tentojnë drejt Gjermanisë, të gjithë tentojnë drejt Suedisë, biles ky edhe që një shqetësim në Bruksel për atë që se si një refugjat hikën nga një vend ku ai nuk mundet quhet i kërcënuar dhe kërkon kaq shumë pra ndryshime në kërkesat dhe nuk pranon ato që i ofrohet. Pra është një çështje e vështirë dhe kërkon një mirëkuptim, kërkon një dakordsim ndërmjet shteteve, kërkon ndërkohë dhe një shkëmbim të informacionit që është shumë i rëndësishëm dhe menaxhim situatës përfshirë edhe regjistrimin e personave për të pasur edhe një informacion më të saktë që ka të bëjë dhe me sigurinë e shteteve përkatëse. Dhe në këtë takim që kryeministri i Shqipërisë, ministri rrjedhoi dhe këtij takimi të rëndësishëm thiri një takim pune sot dhe pikërisht kjo është arsyeja që unë detyrova që erdhët pak me vonesë. Ka një periudhë paracaktuar se kur mund të ndodhë që të vinë
në Shqipëri, edhe a kemi në kohën e mjaftueshme, kjo është pyetja e fundit, që të bëhemi gati për t'i paraprirë një fluksi një të vogël? Nga vlerësimi i riskut, shton më përpara, dimri është gjithmonë një situatë që parashikohet që mund të ketë një deviacion të trajektorës, përsëri asnjë gjë nuk është e qartë, pasi ndoshta për pak kohë mund të kemi edhe ndonjë negociat tjetër, ndonjë bisedim ndërmjet BE-s dhe Turqisë, pasi janë në negociata dhe pritet që të ketë edhe një marrëveshje lidhje me këtë. Kështu që dimri gjithsesi duhet jetë një periudhë në cilën ne duhet jemi totalisht të angazhuar, dhe kur them këtë nuk kupton që kemi një vlerësim të situatës, përfshirë dhe kapacitetet, por sigurisht janë gjëra që kërkojnë mbështetje buxhetore, kërkojnë shumë mobilizim forcash, energjish dhe më shumë. Okej. Për të rikthyer në temën që ne jemi mbledhur sonte për të folur, pra për çështjen e trafikimit, ndjekim se çfarë kanë deklaruar ambasadorët e akredituar në vendin ton, të cilët kanë qenë gjatë kësaj jave pjesë e takimeve të ndryshme, tryezave të rrumbullak, ja cilët kanë qenë disa prej mesazheve që ata kanë dhënë dhe hym kështu sërish në temën e diskutimit. Që prej vitit 2014, qeveria e Shqipërisë ka ndërmarrë hapa të guximshëm për rritjen e ndjekive penale dhe dënimin e trafikuesve. Ajo po trajnon zyrtar që të identifikojnë dhe të ndihmojnë viktimat e trafikimit. Dhe për herë të parë, ajo është duke paguar rrogat për disa prej profesionistëve në të 3 tryezat e OJQ-ve. Por mbetet ende punë për të bërë në fushën e ndjekjes penale të trafikuesve. Between May 2014 and August this year, 143 Nga maj viti 2014 deri në gusht të këtij viti, nga autoritetet ligjore shqiptare janë identifikuar 143 viktima të trafikimit dhe dhunës, shumica prej të cilëve gra e fëmijë. Këta 143 njerëz dhe familjet e tyre do të vuajnë gjithmonë pasojat e rënda psikologjike dhe traumat fizike të eksperiencës që kanë kaluar. Por unë i konsideroj ata si fëmijët tanë, vajzat tona gjithashtu. Ne duhet u themi atyre që s'janë vetëm dhe që ndodhet një rrjeti tërë këtu në dispozicion të tyre për t'i ndihmuar. Dua të nënvizoj dy çështje, kyç, dy fjalë, që duhen trajtuar në mënyrë që qëndrueshme dhe shumë dimensional. Vulnerabiliteti dhe zbatimi. Raporti u publikua nga The Guardian dhe kishte si burim një OJQ. E gjitha kjo ka një realitet të dyshimt. Djem që vinë në Britani janë nga mosha 15 deri në 18 vjeç, ndërsa në artikull thuhej se janë fëmijë 3 vjeçar. Ky raport po hetohet në Britani. Cila është pjesa e vërtet, e cila jo? Jemi duke punuar ngushtësisht me policinë këtu dhe qeverinë për të luftuar këtë fenomen. Këto ishin mesazhet e ambasadorëve. Zonja Gjebra, fjala për ju. Atëherë unë do doja në fakt thjesht për të bërë disa sqarime pasi Rrugës u ka ardhur këtu pata mundësi që edhe të dëgjoj bisedën interesante me të ftuarit, thjesht për sqarim, ndoshta edhe për publikun që na ndjek. Kur bëhet fjalën për terminologjinë, vendet pritës më duket se tha zoti Hajdari, në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet që Shqipëria është vend origjine dhe destinacioni, ndoshta për këtë e kishit fjalën. Atëherë, meqense përveç këtyre fjalëve, çdo dhe fjala pritës. Jo, nuk është thënë vend të origjine dhe destinacioni, është dhe thjesht destinacioni është vendi pritës. Ja, një minutë. Destinacioni është edhe një herë ka të bëjë me ndryshimin e legjislacionit. Pasi kemi një përkufizim të veçantë për sa i përket trafikimit të brendshëm. Dhe në këtë rast nuk është se Shqipëria është shtuar dhe ka një po themi nuk ka treguar progres, por ka evidentuar si një vepër penale të veçantë trafikimin e brendshëm. Dhe në këtë rast është detyrim terminologjie që të thuash vend pritës dhe destinacioni. Në qoftë se shikoni raportin pra referohet vetëm trafikimit të brendshëm. Të brendshëm destinacioni. Destinacioni
dhe kjo është mund të pyesni ekspertët, Anila që është këtu mund të t'japi dhe një sqarim. Ky lloj terminologjie është eksepcion, është përjashtimore vetëm për Shqipërinë. Këtë desha të thoja tani. Nëse lexoni raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, aty analizohen shumë vende dhe vende të zhvilluara, si Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, dhe aty keni raste dhe destinacione, sepse mjafton një rast që të identifikohet si vend, si trafikimi i brendshëm, dhe ai futet dhe e ka një frazë të përbashkët. Nuk është se ndahet domosdoshmërisht. Në çdo vit raportet fillojnë me këtë përkufizim dhe jepen informacione të përgjithshme për situatën në vend. Nuk ka ndryshuar asnjë gjë në Shqipëri, përkundër se është bërë shumë progres. Kështu që raporti Po, 22 anë pozitive përmenden në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, që është sigurisht një vlerësim që jep një situatë, një pikturë shumë të qartë të punës që bëhet nga institucionet shtetërore për sa i përket trafikimit dhe që janë shumë institucione, 16 Ministria e Mirëqenies Shërbimit Social është një nga ato. Pra, nuk ka asnjë surprizë për sa i përket raportit. Cila është qasja e re? Më falni, një moment, ju lutem, përpara se ta vazhdoni. Zonja Trimi, edhe njerë ju lutem, teknikisht, mund na sqaroni vend origjine edhe vend pritës ose destinacioni, është të njëjta gjë? Me që përmendi zonja Gjebrea që ju mund na sqaroni teknikisht edhe njëherë. Po, vendi destinacionit ka të bëjë me faktin ku personat shfrytëzohen, pra vendi nga rekrutohen edhe ku shfrytëzohen. Siç thash, Shqipëria është vend origjine për viktimat e trafikimit dhe vendi destinacionit, pra i shfrytëzimit tyre është vetë Shqipëria ose vendet e tjera të rajonit apo vendet e BE-s. Okej, faleminderit. Pra ka të bëjë thjesht me faktin ku ato shfrytëzohen. Nuk është se Shqipëria nuk ka qenë më parë vend destinacioni, ka qenë vend destinacioni për faktin sepse thash prej vitit 2013 kur ndodhen edhe ndryshimet në kodin penal, ne kishim edhe veprën penale shfrytëzimi prostitucion rrethana rënduese dhe konsiderohej trafikimi personave vetëm nëse kalohej kufiri shtetëror. Pra do të quhej vend destinacioni për viktimat shqiptare, vendet e BE-s ose vendet e rajonit ku ato shfrytëzoheshin, sot që prej vitit 2013 dhe deri në momentin që ne flasim, Shqipëria është vend destinacioni për faktin sepse ne njohim edhe trafikimin e brendshëm. E qartë. Zoti Ajdarin, jemi okej tani? Unë i qëndroj time, sepse ndryshimet në vitin 2013 kërë është raporti vitit 2014. Dhe absolutisht vend pritës është herë parë që Shqipëria në raportet e ndërkombëtarëve trajtohet si vend pritës. Do të thotë që ka qenë edhe në atë raportin në të cilën ne dolëm nga watchlisti. Jo, nuk është hera parë, ka qenë dhe viti kaluar, jo, ka qenë dhe në 2013 kur ne dolëm. Po mirë, pra në sepse 2015 nuk ka dalë. Po në rregull, pra në 2 vite në cilët ne jemi në qeveri, raporti quhet vend origjine dhe destinacioni. Nuk ka ndryshuar fare dhe mua m'vjen keq që kapemi me këtë gjë. I gjithë debati lindi tek progresi i tepërt, sepse unë nuk mund të quaj progres. Po. Në mënyrë se si drejtohet rasti, kur për një vit, i gjithë vendi ka qenë pa strategji të miratuar për luftën kundër trafikut që e njerëzore. Ta shpjegoj edhe këtë gjë. Mua as pak më duket normale. Jo, absolutisht. Nëse ju i duket normale si zëvendësministër, Po. Po? Po lexoj edhe raportin e vitit 2014 që referohet 2013-s dhe me të njëjtën frazë fillon dhe ky raport, Shqipëria është vend origjine dhe vend destinacioni. Mbetemi pra në të njëjtat kushte 2013-2014, presim raportin e 2015-s, Shqipëria është vend origjine dhe vend destinacioni. Okej, faleminderit. Po. Atëherë, për të vazhduar tek pjesa e progresit, ne nuk jemi këtu që të dalim me nota optimiste dhe të mos shikojmë realitetin, por ndërkohë, në qoftë se neve gjetëm Shqipëri në vendin e kategorisë listës vendeve vëshkim, në qoftë se gjetëm dhe më kërën që u përmendët mekanizmi kombëtar të referimit me një mbledhje në vit, ndërkohë që ka për detyrë funksionale të bëj 4 mbledhje në vit dhe ne bëjmë shumë më shumë sepse ka shumë problematika për të diskutuar, e shumë të tjera, streza të pambështetura, me autoriteti përgjegjës nuk funksiononte, një database e viktimës trafikimit që nuk hidheshin të dhënat dhe nuk kishe informacion që të shikoje trendi dhe profilin e viktimave të trafikimit. Po dhe problemet janë rritur, dhe problemet janë rritur. Sepse është incentivuar ekonomia me disa gjëra që janë premisa për të rritur personat e trafikuar. Ke ullur në familje shumë eleva është këtu, është kufizuar ndihma ekonomike. Një incentiv i mirë, po është kufizuar dhe është i këtë e dim në çdo cep të Shqipërisë kemi shkuar dhe kjo është gjëja. Dy tjetër.
ke probleme sociale sepse nuk i mbështet sot financiarisht familje të varfra të cilat nuk ndezin dot një llampë, po futen në burg. Dhe kjo familja varfër ka 5 fëmijë. Nuk ndez dot llampën që minimalisht i shoh fëmijët e vet, jo më ato të mësojnë, ato të shkollohen, ato të mos bëhen objekti trafikimit dhe të dëgjojnë në televizor se si ne flasim dhe i sensibilizojmë. Të gjitha këto janë rritur, sigurisht edhe masat duhen rritur. Por mos themi që... Në këto 2 vite, thoni ju, janë rritur brenda këtyre 2 viteve. Po pse nuk banojmë këtu, ne nuk e shohim se çfarë ndodh. Që këtu për një dritë, për një llampë, thot ai më mirë të rrinë në burg se sa të dal nga një llampë. Është shumë qëndësishme. Po flasim tash për trafikimin e personave. Po trafikimin fokusin këtu. Ta mbajmë fokusin këtu. Do një gjeni po thot shkaqet e trafikimit. Për shkaqet kishën në pjesën e parë, a folën për shkaqet ekonomike, për varfërinë. Jo, nuk ishit prandaj. E vlerësova në një moment dhe thash, kryeministri i Shqipërisë thot do zbatoj ligjin, do mbroj viktimat dhe do bëj efikase... Ku e keni dëgjuar këtë për kryeministrin se ka qenë ministri i brendshëm, ministrin e punës që folën për konferencën kombëtare? Kryeministri sigurisht është artikuluar gjithmonë tek dita europiane kundër trafikimit. Nuk ka qenë kryeministri në ditën europiane kundër trafikimit. Është shkruar, meqenëse ai është prezent gjithmonë me status, atëherë do të kenë qenë në një nga statuset. Dhe ka thënë që kemi një qasje të re. Kundër personave. Absolutisht e kemi të gjithë prioritet. Të duhet patjetër të bëjmë të gjithë së bashku. Po qasje e re është kjo në Vila, pse nuk të duket qasje e re? Ja ta them unë më lart. Qasje e re t'ju heqësh njerëzve bukën e gojës. Mos ta ulim në këto nivele. Po një nivele fare. Domethënë për herë të parë incentivi kryesor është varfëria, Elona, këtu besoj është çështja ekonomike, është statusi i femrave në për... është rritur fondi nga Ministria e Mërqenes Sociale për viktimat e trafikimit. Sa është në buxhet, sa kjo qasje e re dua të di. Si ka ndikuar kjo qasje e re në buxhet? Si ka ndikuar, si është reflektuar? E tha zonja Bisha. Në buxhet keni viktimat e trafikimit për herë të parë po marrin pagesë për shkak të qenurit viktima trafikimi dhe... Sa është pagesa, ndjes? Pagesa është ai sa merr edhe viktima e dhunës në familje, ai sa merr edhe një familje e përbërë nga 4 antarë. 30.000 lekë të vjetra në muaj. Okej, dakor? Me shifrë që ta dim se. Dhe tani, se e nisëm këtë emision kam përshtypjen, duke thënë që të mos ta politizojmë dhe mos ta kthejmë në një historim, duash të politizosh ti fukarallëk. Nuk e politizoj unë dhe nuk e kam bërë ndonjëherë në vit, jo politizoj varfërinë. Që në momentin që ti diskuton për periudhën vjeçare, po e politizon, s'po diskuton për rastin. Qofse ne do lista e vendeve në vëzhgim, lista e zezë, ku e gjetëm, dhe tani juve thoni që sipas ke qenë në listën për punë të mirë. Po, për punë të mirë. Sipas ke qenë listën e... Pa e ke reduktuar, se po e monitoron, pa e ke reduktuar. Sepse raporti në pasardhës tregoj 22 hapa pozitive që ka bërë Shqipëria. Dhe ndërkohë janë shifrat, në qoftë se neve nuk kishim viktima karta shëndeti, pra ato s'kishin mundësi për shërbim shëndetësor falas, dhe në publik dhe në privat, kemi 180 viktima për herë të parë, të cilat përfitojnë edhe viktimat të mundshme, që fitojnë shërbimin shëndetësor me fonde të buxhetit shtetit. E marrin nga qendrat që thotë... Jo, është gjë tjetër ajo. Ato janë vetëm për ndihmë ekonomike, për ushqim, për akomodim. Këto shëndetësim falas me si. Atëherë, ka një sistem me dashur në vilat që quhet mekanizmi kombëtar i referimit, i cili përcakton detyrimet se si një viktim mund të përcaktohet viktimë e trafikimit. Jo, e diun se si e bëni atë, po them, jo a keni dhënë gjitha këto mundësi, ku si i ja kemi dhënë në bashkëpunim të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Se marrin njerëzit normal, jo të marrin me ligj, me VKM, me ligj kemi shumë gjëra. Jo, po tash më zbatohet, po të them me shifra konkrete. Unë nuk të them që vetëm me VKM është miratuar ligji, se ligji është një për të gjithë. Zbatimin e ligjit duhet ta kemi, e kemi pas dhe do ta kemi. 180 viktima kanë shërbimin shëndetësor falas. Për herë të parë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, 42 fëmijë marrin librat falas për viktimat të trafikimit. Dhe ndërkohë, meqense dëgjova muhabete që kishte lidhje me ndërgjegjësimin. Në vitet e kaluara është bërë vetëm një aktivitet në një ditë, që ka qenë Dita Europiane kundër trafikimit. 10 e filluam me javën, sepse dhe ne duam kohë të organizojmë dhe të shikojmë. Punuam me komitete rajonale, të cilët ishin jo funksionale dhe nuk kishin asnjë
asnjë strukturë të organizuar dhe janë bërë aktivitete, ka qenë shërbimi social shumë i përfshirë në nivel kombëtar. Meqense kishim një eksperiencë të mirë, këtë vit organizuam muajin antitrafik dhe kemi në website-in Ministrisë Punëve të Brendshme që mund shikoni kalendare gjithë aktivitetet që bëhen. Muaj tetor. Edhe kur nuk ishte aktivitete ditë për ditë në çdo vend, në Tiranë, në Shkodër, në Tropoj, në fshatra e tjerë, nuk është një punë e pakë. Kjo s'ishte bërë më parë, qeverinë e demokratës. Komponenti po është e vërtet. Ne kemi zonjën Trimi këtu që ka vite tëra që mund ka ta qenë... pyesi zotin Art Ndoka që ka qenë koordinator përpara meje, se çfarë aktivitetesh ndërgjegjësuese ka bërë në kuadër të luftës kundër trafikimit personave. Nëse na konfirmon zonja Trimi që në 2013 s'ka pas database për viktimat e trafikut. Po, ja mund ta vërtetojmë. Zonja Trimi si vetin, po, mund ta vërtetojmë që nuk ka qenë database. Mos ta vëmë Arilën përpara. Sa do pak qoftë. Unë 2 muaj kam punuar në Zyrë. Po 2 muaj mjaftojnë për të parë se është database apo jo. Po lutem, po flas me kompetencë. Nuk e kupton se çfarë po them unë. Database për identifikim në viktimave, trafikut, jore me tabel Exceli, nuk po të them tabel Exceli të është të dhënat, unë po të them tabel që të kem dhe të dhënat nga shelterat, kem dhe të dhënat shtetërore dhe mos më raportojnë 2 herë dhe 3 herë dhe të kemi konfuzion në statistika. Nuk ka se si Po të kemi një tabel, një database të konsoliduar të dhënave për viktimat të trafikimit. Këtë leta konfirmoj Trimi me që se ka qenë në polici. Atëherë, pranë zyrës koordinatorit antitrafik, tashmë kemi një database, sigurisht ka pasur një database të mëparshëm, por për shkak të problemeve teknike të këtij database, besoj tashmë i dim, nuk pati funksionuar. Ne kemi database i parë që është ndërtuar me ndihmën e OSBE-s, database i cili nuk funksionoi, është database si vetë, për shkak të problemeve teknike, për shkak të lidhjeve, sepse nëse i referojmë problematikës që hasëm edhe që pam në atë database, ishte database i menduar, i fokusuar të viktimat e trafikimit, duhet të ishte kështu, statusi duhet kishte lidhje me procedurat standardet veprimit pra me identifikimin e një viktime trafikimi. Gabimisht, ose nuk di përse, shkaqe teknike ishin ato që statusi i një viktime trafikimi ishte i lidhur me statusin e procedimit penal. Për këtë arsye sot kemi një database të ri, i cili është përmirësuar dhe administrohet vetëm nga zyra e koordinatorit kombëtar, të dhënat hidhen vetëm nga zyra e koordinatorit kombëtar, duke i referuar dhe problematikave që u hasëm më përpara. Pra, dua të sjell tek ju faktin që ne gjërat po i përmirësojmë, nga ato që ishin dhe sigurisht do të ketë përmirësime të mëtejshme, do të doja të sillja në vëmendje dhe ta diskutonim dhe njëherë çështjen e ndërgjegjësimit, edhe të ndërgjegjësimit lidhje me fenomenin e trafikimit. Është shumë e rëndësishme që ne të informojmë, është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se sa informacion kanë lidhje me trafikimin. Jemi në vitin 2015 dhe akoma identifikojmë zona dhe njerëz të cilët akoma nuk e kanë informacionin për trafikimin dhe kjo na kushton të gjithëve si shoqëri, pa dashur ta politizojmë as pak këtë fenomen. Kjo na kushton të gjithëve, kemi nevojë që këtë informacion ta çojmë kudo dhe këtë do të bëjmë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë, sepse nëse sot ne jemi në muajin antitrafik, ne kemi pasur dhe fushata të mëparshme, patëm dhe fushatën verore, sepse është pikrisht periudha e verës që është identifikuar si më problematikja për sa i përket fëmijëve të cilët shfrytëzohen për lypje dhe duam që të japim këtë informacion dhe duam të informojmë publikun dhe këta persona se ka edhe një mundësi të dytë, ka edhe mundësi që ata të referohen dhe të asistohen diku. Do të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë sepse ne sot jemi akoma përpara faktit që jo të gjithë kanë informacion në lidhje me trafikimin. Jo të gjithë kanë informacionin që sot ne kemi një linjë kombëtare falas për viktimat e trafikimit, ju e përmendëm që në insertin e parë në këtë emision, është linja kombëtare 116006, jo se më parë nuk ishte, pati një linjë, por që ishte funksionale vetëm për telefonat fiks. Sot jemi përpara faktit që kemi një linjë kombëtare falas, e cila është... Do të flasim për pjesën e ndërgjegjësimit në pjesën... Jo, ajo që unë dua të sjell edhe të diskutojmë së bashku është që nuk themi që nisëm nga zero,
Ne patëm diçka të ndërtuar, po vazhdojmë ta përmirësojmë, sikurse do të vazhdohet gjithnjë të përmirësohet, sepse ky është një fenomen që zhvillohet, ky nuk është një fenomen që lind këtu dhe përfundon këtu, ky është një fenomen që njeh gjithmonë hapa dhe ecën, zhvillohet në të njëjtën mënyrë duhet zhvillohemi dhe ne dhe të përgjigjemi si institucione. Patjetër, dhe ky është një fenomen për cilin flet ne edhe po vazhdojmë, do doja të sillja edhe një herë si The Guardian për shembull. Ju lutem, do doja të sillja edhe një herë në vëmendjen tuaj që ne po vazhdojmë të kërkojmë përmirësime ligjore, sepse është e nevojshme që mbi bazën e rekomandimeve që kanë dalë nga raportet ndërkombëtare, por edhe studimet që ne bëjmë brenda vendit dhe sigurisht edhe praktikat që ne identifikojmë brenda vendit, qoftë me hetimin, qoftë me gjykimin apo me çështjet e asistencës sociale, ne po kërkojmë dhe aktualisht kemi gati draftin e ri të ndryshimeve në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale. Sepse nuk u zgjidh gjithçka në vitin 2013, ne do të vazhdojmë të kemi ndryshime, sikurse e dim shumë mirë që nëse do të kemi ndryshime të reja, do të vazhdohet të kërkohen ndryshime të reja. Okej, po, zënë Gjebrea. Faleminderit, po. Nuk e kuptova edhe njerë? Normale e bënë shumë mirë që s'let lirshëm, se për të flasit lirshëm, ne se do vi kështë qatat e gunë. Anila dhe gjithë të tjerët mund të flasin lirshëm dhe më vjen keq që po flet me këtë gjuhë. Sa për djeni, në ministri është stafi që ka punuar dhe që kanë punuar dhe me... Profesorin Trimi i thashin fillim komplimente maksimale si oficere përgatit. Falemderit. Atëherë, përsa i përket pjesës me që se ma u përmënd këtu, linja kombëtare 116-006, ne dhe nuk dua të përmënd ato, sepse është vërtet, ne nuk po themi që nuk është bërë punë, procedurët standardet të punës kanë qenë një bazë mirë për cilën gjithë institucionet kishin detyrimet qarta se si do të punosh për pjesën e trafikimit. Puna është që këtu si neve do të zhvillojmë të gjitha mundësit me kapacitetet që kemi, por duke rifreskuar gjithë energjit dhe se cili të bëj punën që ka me detyrime konkrete. Tashmë kemi një linjë e cila është e aksesueshme nga telefoni fiks dhe celular. Dikur ka qenë ka pasur rezultate pozitive për gjatë vitit me anë të këtij numri që keni vënë në dispozicion? Kemi shumë thirrje, ashtu sikur se kemi dhe shumë SMS nga aplikacioni Raporto Shpëto, i cili dhe ai është një aplikacion. Në momentin që ju keni një thirrje, një SMS, si funksionon pastaj që ju të merreni me rastin, ta identifikoni? Çfarë lloj bashkëpunimi keni me policinë e shtetit, sa i ka mjetet për të arritur edhe ta kap këtë një person apo një grup kriminal, po ashtu me prokurorin, çfarë lloj bashkëpunimi keni? është e përcaktuar qartë se kush i merr thirrjet, është autoriteti përgjegjës apo bërthama që merret me menaxhimin e rasteve të trafikimit dhe janë 6 persona të specializuar, të trajnuar, të cilët marrin këtë SMS dhe komunikojnë midis tyre se dinë se si funksionon. Pra, një person nga shërbimi social, nga policia, nga Ministria e Brendshme, nga OJF, nga koalicioni i srezave antitrafike kështu me radhë. Këta pastaj menaxhojnë rastet. Pra nuk është se shkon SMS-ja dhe humbet. Është menduar që të shkojë tek personat që raste keni arritur të kapni ju vetëm përmes këtij telefonit vënë, këtij numri telefonik të vënë në dispozicion? Janë shumë thirrje, janë mbi 500 thirrje dhe një numër më i lartë SMS-sh të cilët kanë ardhur. Jo të gjithë thirrjet janë thirrje të cilët kanë raportojnë raste trafikimit dhe prandaj ne kemi rritur dhe ndërgjegjësimin, është një linjë e re, mos ta harojmë, është në një vit në qershor të vitit 2014 është prezantuar për të parë dhe kemi një plan komunikimi se si ne mund të arrijmë që ky informacion të shpërndahet dhe personat ta kuptojnë që është numër për viktimat e trafikimit, nga ana tjetër dhe për të kuptuar se çfarë është trafikimi, se gjithmonë flasim, po kemi konfuzion shifrash, kemi konfuzion terminologjie. Dhe ndërkohë flasim për kontrabandimin dhe futet të trafikimi e kështu me radhë. Kam disa shifra që më ka vënë në dispozicion prokuroria e përgjithshme, regjia më paraqit pak në ekran edhe tabelën, është një informacion shumë i shkurtër. Në fakt një prej prokurorëve do duhet ishte sonte këtu, po për një impenjim tjetër nuk mundi të ishte, kështu që këshilltari për mediat Albi Seriani më vuri në dispozicion këto të dhëna. Atëherë 6 mujori i vitit 2015 nga të dhënat statistikore të 6 mujorit të parë të 2015-ës rezulton se Prokuroria për krimet e rënda ka regjistruar 21 procedime penale me 8 pandehur dhe persona nën hetim
për veprat penale të trafikimit të personave. Ndërkaq 3 procedime penale me 4 të pandehur janë dërguar për gjykim, tregues këto pothuajse të njëjtë me periudhën krahasimore të 6 mujorit 2014. Lidhur me trafikimin e të miturve janë regjistruar 11 procedime penale ndaj 8 të pandehurve dhe personave në nënhetim kundrejt 3 procedimeve të regjistruara në 6 mujorin e vitit 2014. Faleminderit regjia. Ola, në fakt do ishte mirë që përveç prokurisë krimet të rënda, kishim dhe informacionin për gjykatën e krimet të rënda, cilën unë po e pasuroj këtu, pra pasi shumë e rëndësishme është e fundit, pra që jep dënimin dhe që neve mund të arrim të kuptojnë se si kanë funksionuar hallkat. Policia, po, prokuroria dhe gjykata e krimet të rënda. Gjatë 6 muajrit të parë të vitit 2015 janë trajtuar 13 çështje dhe janë dhënë 10 dënime. Ndërkohë që gjatë vitit 2014 kemi pasur po ashtu 10 dënime. Pra do thotë që ne kemi pa mbyllur viti, kemi po të njëjtin numër dënimesh sa çka pasur viti kaluar, duke shpresuar që ne të arrisim procedime penale sa kishte gjykata? 25 procedime penale ka pasur prokuria e krimeve të rënda dhe ndërkohë gjykata e krimeve të rënda ka trajtuar 13 çështje dhe janë dhënë 10 dënime. Pra, ndërkohë ki parasysh që ka çështje të mbartura, domethënë nuk është një gjë. Po urdhro. Me qenë se keni numrin 126, shërbim vetëm për sa i përket 116. Sa i përket problemet trafikimi. Po ta përmendësh çik më shpesh do ta dëgjojnë në mënyrë të saktë dhe publiku. 116-006. Keni rast nga këto që janë për vitin 2015 që janë për shkak telefonatave? Po, sigurisht kemi raste. Po sa po e përmenda këtë? Që kemi raste. Po, nuk e përmendët me shifër, zonja Gjebrea, ju pyeta edhe unë për këtë fakt. Unë një pyetje edhe nuk më duket se u përgjigje ky numër është për shkak të telefonatave. Nga telefonik i vënë në dispozicion. Sa raste keni arritur ju të kapni që i përkasin fenomenit të trafikimit, jo dhunës, siç përmendët ju? Sepse edhe po të është statistika, viti 2014 ke 105 raste. Nuk janë, po të krahasosh me 2013 ke 95 raste. Po edhe çfarë do të thotë? Nga 125, jo e flas. Kjo tregon që janë identifikuar më shumë. Vetë konfirmuar që janë 10 raste që ka përfunduar gjykimi. Nga 125. Më fal tani, po ne në 2013 kishim vetëm një rast fare dhe ai i bartur nga 2012. 2013 ke 95 raste. 95. Nga gjykata e krimeve të rënda? Jo, e flas 95 raste. Po flasim për në fund fare, ne tash nuk po ju kuptoj edhe një herë. Ne flasim një bashkëpunim të policisë, prokurisë krimet të rënda dhe gjykatës krimet të rënda. Po flasim që është rritur numri identifikime, që tregon që strukturat e policisë punojnë më mirë dhe arrin të identifikojnë raste të cilat mund të kenë qenë dhe nuk janë identifikuar, dhe nuk është rritur fenomeni. Punojnë të policisë që kanë qenë marrëdhënie pune kanë qenë gjithë trajnuar. I akoma në proces trajnimi. Sepse gjithë punojës të ri, aty një dhe ndër kriterë që... Jo, sektori trafiqet palishme janë nga strukturët të cilat nuk kanë pasur lëvizje. Këtë ta them me siguri. Dhe janë personat të cilët kanë punuar me vite aty dhe njohin shumë mirë dhe janë të trajnuar. Sigurisht ka nevojë për trajnime vazhdimisht, ashtu sikur se ka nevojë gjithë strukturat e tjera. Absolutisht. Neve gjatë këtij viti kemi bërë trajnime në nivel kombëtar dhe kemi shkuar atje në vendin ku bëhet, në çdo vend, në çdo qytet, janë bërë trajnime nga strukturat tona në bashkëpunim me strukturat kapacitetet të cilat janë ekspertë të cilët njohin fushën dhe kanë bërë trajnime, mund të jap me raste të gjitha trajnime që janë bërë në nivel kombëtar gjatë këtij viti. Trajnime janë bërë vazhdimsi. Po trajnimet kanë nevojë sepse kanë ndryshime legjislacioni, me gjitha, nuk është risi. Po flasim për trafikun e personave, po është risi sepse nuk ishin bërë trajnimet për shumë kohë. Këtë po të them. Ndërkohë ne nuk kemi pasur lëvizje nga sektori trafiqeve të palishme. Por në qenë se është po të jetë kjo situatë që pretendoni ju aktualisht. Mund si u realizu liberalizimi i vizave, sepse ka qenë një proces i tërë për të plotësuar kushtet për të bërë realizimin e vizave. Është proces është ndër nga Ministria e Brendshme nga Drejtoria e Përgjithshme. E kufirit tani ne po flasim për trafikimin e personave. Se si sektorët e trafiqeve të palishme e bëjnë punën në bashkëpunim me prokurimin e krimeve të rënda dhe me zinxhir. Po. Dhe po të them që ky zinxhir nuk funksionon sepse kishim një hap nuk funksionon. Ne po marrim gjithë hallkat me radhë. Po kishim një rast, po të them në 2013 dhe ka vlerësuar vetë Departamenti Amerikan i Shtetit në 10 në 2014 dhe 10 pavajtur 2015. Nëse referohemi emigrimit aktual, që dihet botërisht nuk ka nevojë për statistika sa është numri i emigrantëve që kanë dalë nga Shqipëria. Ka qoftë një rast vetëm nga që është evidentuar viktim trafiku nga pikat e kalimit kufitar? E ke fjalën shqiptarë që shkojnë jashtë Shqipërisë? Apo ata që viktim trafiku ka lënë kthehet për 2 vjet. Po s'po të kuptoj tash emigrimi me viktim trafikimi sa gjëra të ndryshme. Për shkak të emigrimit vjen viktima trafikut. Po jo, tash se nuk është kështu tani. Na duhet të shkojmë në një aftësi publicitare, rikthehemi pas pak sërish në pjesën e tretë të emisionit të fundit. Tash emigrimi është
Për pjesën e trafikimit e kanë thënë ndërkombëtarët, edhe sikur të themi ne. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, vazhdojnë diskutimet në panelin e kësaj mbrëmje edhe gjatë kohës së publicitetit në ekranet tuaja. Ina Verzivolli, e cila po na ndjek në këto momente, më shkruan, ju lutem, më lejoni të them diçka të rëndësishme. Ina Verzivolli na shkruan, një nga gjërat e reja është dhe procedimi penal për fëmijët e shfrytzuar për lypje, sepse në fakt dallimi mes shfrytëzimit dhe trafikimit është shumë i hollë dhe ndonjëherë çështje për kufizimesh. Dhe lypja është pjesë, pyetani. Lypja është pjesë e shfrytëzimit. Fraksion B për herë të parë. Dhe nuk është risi. Dhe prandaj për herë të parë në 2014. Për herë të parë në 2013, i nderuar zotëri, keni bërë një aksion policor, keni marrë kalamajt nga rruga, hipur nëpër makina policie, sikur të jenë mish për top, të traumatizuar dhe i keni çuar nëpër institucione. Ju nuk fitni sikur keni qenë prezant aty ta bëni gjë në fakt kryer. Kam dëshmit e organizatave që kanë qenë prezente dhe të stafit shërbimit social që ka punuar në atë periudhë. Dhe qasja e re e 2014-s ka qenë krejt ndryshe. Ka qenë në radh parë një zgjidhje sociale dhe jo një zgjidhje policore. Dhe zonja Gjindi e di shumë mirë, sepse në 2014-ën Ministria e Mirëqenies bashkëpunim me Koordinatorën Kombëtare, Shërbim Social, Agjencia e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Bashkinë e Tiranës adresuan një problem që kishte vite që mbartej, që çdo raport nxirrte qartë që ishin mbi 700 fëmijë në rrugët e Tiranës që lypnin dhe askush nuk bënte asgjë. Dhe lypja është situatë shfrytëzim për punë. Edhe shfrytëzimi për punë, qoftë edhe nga prindi, hyn në rastet e trafikimit. Dhe qasja, dhe qasja e përdorur, që ty tregoj qasjen me qëse ju mungon në gjithë të pamje, ju mungon fakti që nuk keni pasur kur për para 2014-ës. Braktisjet fëmijëve. Dëgjoni, një pyetje tjetër, më fal, ti qëndrojmë sa jo, se me që jemi të fëmijët, prandaj po. Me reformën e re territoriale, pyet dikush, si është situata me njësitë e mbrojtjes së fëmijëve, sepse rezulton thotë që disa bashki nuk kanë fare personel të dedikuar për këtë çështje. Vetëm 49 mbrojtja e fëmijëve, ju lutem më lejoni ta përfundoj. Mbrojtja e fëmijëve mbie mbi drejtorinë e shërbimeve sociale, ku nuk ka persona të specializuar në fusha dhe që nuk i dedikohen kësaj çështje. Atëherë, ndoshta që në sekuencat e para të emisionit, kur fola për sfidat, thash që një nga gjërat më të rëndësishme që ne duhet bëjmë, kur flasim për dimensionin social të trajtimit viktimave trafikimit, është përfshirja e njësive të qeverisjes vendore në ofrimin e shërbimeve të drejtë për drejta. Dhe në rastin e fëmijëve aq më tepër, përgjegjësia ligjore e drejtë për drejtë për menaxhimin e rasteve të fëmijëve është Agjencive të Mbrojtjes së Fëmijëve. Sot në Shqipëri nuk janë 49. Është njësitë e mbrojtjes së fëmijëve. Janë shumë më tepër se sa kaq. Është e vërtetë që me reformën territoriale ka një bashkim. Kjo është një shifër që ka datuar, nuk e di se ç'bëhet tash me reformën territoriale. Është rritur me kalimin e viteve. Për 4-5 muaj, por 49 ka qenë shifra e fundit. Ndoshta përpara 6 muajve. Janë mbi 100. Personat kjo më vjen mirë që bashkit kanë vendosur stafe. Absolutisht, duhet ishin 273 sa që kanë qenë njësi të qeverisjes vendore deri në qershor. Nuk kanë qenë 273, kanë qenë më pak. Dhe ndërkohë 373. Sot edhe në komunë. Ndjes, 373. Sot me ndarjen e re territoriale, janë 202 njësi të mbrojtjes së fëmijëve aktualisht, po thotë Ina Verzivolli, e cila sa duket puna ndjek. Pikërisht. Jo 373, megjithatë, tashmë që ka ndodhur rikompozimi i bashkive, Ministria e Mirëqenies, që është në procesin e reformës së shërbimeve sociale, Ministri është drejtuar përpara pak ditësh, përpara rreth 2 javësh, të gjitha njësive vendore, jo vetëm për të forcuar këtë komponentin e njësive të mbrojtjes fëmijëve, por për të pasur jo thjesht administratorin social, por dhe punonjës social në nivelin e njësive administrative, që të merren drejt për drejt me menaxhimin e rasteve specifike. Dhe kuptohet pjesë e kësaj pune janë edhe vetë njësitë e mbrojtjes së fëmijëve, që kanë thash një rol të pazëvendësueshëm. Sepse edhe në rastin, jo thjesht kur flasim për situata trafikimit që janë situata të rënda, por edhe kur flasim për raste të fëmijëve, njësitë e mbrojtjes që janë pa kujdes prindëror. Dhe kjo është pjesa më e mirë e tyre, që ato janë në terren, kanë mundësi të identifikojnë rastin, njohin familjet, njohin kush banon këtu,
ku shkoj atje, kjo është pjesa atyre më mirë, sepse paketa atyre ligjore është në zhvillim ende. Absolutisht. Jo, paketa ligjore, për hir të vërtetës. Edhe protokolli i punës tyre është ende në zhvillim. Po, patjetër. Prandaj dhe Agjencia e Mbrojtjes së Fëmijëve ka bërë përmirësime te ky protokoll i mbrojtjes së fëmijëve. Kemi 17 raste ndjekje penale për shfrytëzim penal të fëmijëve për mbytyje në një vit. Fëmijët në situatë rruge, kjo është e vërtet. Janë mbi 300 raste të menaxhuar drejt për drejt nga grupet që kanë punuar në teren në territorin e Tiranës dhe pjesë e këtyre grupeve përveç bërthamës që menaxhohet nga Agjencia e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Shërbimi Social, janë edhe njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në territorin e Bashkisë së Tiranës, në 11 ish mini bashkit, të cilat kanë punuar me grupet e terenit për të identifikuar rastet dhe mbi të gjitha për t'u ofruar shërbim prindërve të fëmijëve, pra o punësim, o arsim profesional, o strehim, pra janë menaxhuar, të lutem, e konkretisht, nuk e kanë tani konkretisht po unë kam qenë Bashki Tiranës deri në Korrik. Po, deri në Korrik. Dhe nuk jemi informuar nga njësitë e mbrojtjes së fëmijëve për historitë e suksesit që ka pasur vetë nisma dhe jam informuar se s'kan bërë njësitë e mbrojtjes. Po, sepse nuk varesh nga ju, varesh nga kryetari i mini-bashkisë. Po nuk është as pak e vërtet. Po është e vërtet. Jo. Është e vërtet. Ju sot mund të merrni çdo, më fal, përpara njësitë e mbrojtjes fëmijëve po thua. Një muaj jam takuar vetë me njësitë e mbrojtjes fëmijëve, janë po ata që keni pasur ju. Dhe ata kanë qenë pjesë e procesit, po absolutisht. Jo s'ka kohë. Ata që dinë të punojnë do vazhdojnë të punojnë. S'është ndonjë çudi e madhe. Jo, më shumë mirë. Mund të jetë që vazhdojnë Partinë Demokratike, po për ne s'ka përshkruar ndonjëherë çudi. Mund të jetë për vetë më fal. Ka realisht, më fal. Mësuar në 9 muaj. Ashtu. Tjetër informacion. Sa do ta thosh? Tani ndërkohë për trafikimin e fëmijëve. Më fal. Me qenë se ke gjithë të ndryshime nesër mund dalim, ne të shikojmë me rrugën në lykë, si ka qenë. E njëjta si kush ndryshimi. 17 raste që kanë shkuar në polici, në prokurori. Ktu papunësia sheshi të thuj njësitë e mbrojtjes fëmijëve kanë arritur gjyqin tonë. Nuk i kanë bërë vetëm njësitë e mbrojtjes së fëmijëve. Nuk i kanë bërë vetëm njësitë e mbrojtjes së fëmijëve. Është punuar në grup, sepse në Vil keni qenë kryetare bashkie dhe kaq duhet ta dini që sa herë flitet për mbështetje dhe fuqizim të familjeve, nuk është punë që e bën vetëm njësia e mbrojtjes së fëmijëve apo administratori social. Nuk më dëgjova asnjëherë ta thoja. Me grupe multidisiplinare dhe te këto grupe multidisiplinare të hyn policia, të hyn punësimi, të hyn organizata. Referohemi në njësitë mbrojtjes së fëmijëve dhe 17 raste e dërguara në prokurori janë vetëm rastet kur prindi mbas mbështetjes së ofruar nuk e ka pranuar dhe ka nxjerrë fëmijën më vjen shumë mirë që njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në Tiranë funksionojnë. Kam qenë unë që kam nxitur. Nuk kemi shumë kohë të funksionuar sepse kishte mekanizëm që funksionojnë nga ne. Se po kishte qenë për ju, zonjë, nuk do kishte bërë ndonjëherë. Dakor? Ose ishte bërë ndonjëherë. Nuk ishte bërë si nuk u bë. Koordinimin, si nuk u bë. Koordinimi i njësive të mbrojtjes fëmijëve. Ndërhyn një institucion në nivel kombëtar. E keni gabim. U ngrit një mekanizëm në nivel kombëtar sepse nuk funksiononte lokale. Ju vut në shërbim ish ministri tuaj për Bashkinë e Tiranës, se nuk e bën gjithë Shqipërinë. Absolutisht, po ta bëni gjithë Shqipërinë. Në 4 bashki të tjera. Është trirë dhe në bashki të tjera. Nuk jeni informuar, mund të informoheni. Jo, jam totalisht e informuar. Është trirë dhe në qytetet e tjera. Ato 11 njësi të mbrojtjes fëmijëve 10 madje, se një nga kryetarët e mini bashkive protestante nuk donte që ta vinte në vend, i ka ndjekur krejtësisht në çdo hap të tyre. Nuk ju kanë informuar me çfarë është arritur. Koordinatoria e të gjitha njësive ishte në njësinë bashkiake. Dhe këtë ishte në Bashkinë e Tiranës. Ishte absolutisht në Bashkinë e Tiranës, i gjithë koordinimi njësive bashkiake. Të gjithë trajnimet gjeneronin për aty dhe çdo gjë bësh. Sigurisht për arsye të protokollit të punës, ato kanë bashkëpunuar me ju. Një tjetër qytetar shkrua në faqen e emisionit Njerëz të Fokës, trafikimi po shënon një nivel rekord në vendin tonë. Marion Senko quhet. E shikojmë faqen në ekran rastëre. Zonja Gjeprea, ju lutem, ju lutem, jemi Zotrinj, më dëgjoni pak, ju lutem, jemi në përfundim, nuk kemi shumë minuta, le ta shfrytëzojmë këtë minutazh për të dhënë mesazhe, për të mos debatuar, po për të dhënë mesazhe, sepse ky emision në një farë formë është një lobim që ne po bëjmë, apo jo për të ndikuar sadopak në minimizimin e këtij fenomeni, i cili ka shënuar rënje apo rritje përgjatë këtij viti
ju vetë po e diskutoni Ne këtu. duam që të ketë rënje, ne duam që të monitorohet mirë, absolutisht rriten mundësitë e tyre e familjeve në nevojë për punësim, duam që të kenë kushte më të mira ekonomike, duam që të kenë dritë, që të kenë bukë të hanë, se këta janë minimalet, nuk jemi kundër gjërave të mira që bëhen. Mariol Zenko që thotë se trafikimi po shënon një nivel rekord në vendin tonë, do më pëlqente ta dija se ku bazohet për ta bërë këtë konstatim, mund të na shkruaj sërish në faqe dhe unë do ta lexoj sërish. Zonja Gjebrea, sa njerëz janë shpëtuar përgjatë këtij viti nga trafikimi? Atëherë, neve kemi rritur numrin e identifikimeve. Unë doja të thoja të kaloj tek pjesa e mbrojtjes sociale, reintegrimit, asistenca që Etleva e përmendi që është vërtet një nga shtyllat tona kryesore të strategjisë, dhe meqense jemi të strategjia jo për të kthyer përgjigje për çdo gjë që hidhet, por ka qenë 2010, 2013, 2014, 2017. Kështu që nuk ka ndonjë gap, ka vite që vazhdojnë, është vendosur, është prezantuar në dhjetor të 2014-s dhe nuk ka asnjë jo s'ka pas ndërprerje, ka mbaruar në fund të 2013-s, ka filluar në fillim 2014-s. Është lançuar absolutisht është një vit ndërprerje në strategji. Plani, ja më vjen keq tash të sugjeroj të jap të gjithë informacionin e duhur, të shikosh kur ka mbaruar strategjia e kaluar, ka filluar. Është detyrim që ne nuk mundet të anashkalojmë. Është prioritet, e ka kryeministri, e ka prioritet, bashkëministri e brendshëm janë artikuluar shumë qartë dhe nuk besoj se ke parë ndonjë kryeministër apo ministër të brendshëm që ta ketë prioritet luftën kundër trafikimit të personave dhe të dali dhe të bashkohet në aktivitete ndërgjegjësuese dhe gjithë konferenca publike për të ngritur zërin. Dikush tjetër, zonja Gjebrea, shkruan 44 viktima janë punësuar në ndërmarrje shtetërore dhe private, po ju jap me shifra. Po sa janë shpëtuar apo ju pikërisht pra këto që janë shpëtuar. Ky është numri i personave që janë shpëtuar. Dhe janë reintegruar, risocializuar, apo jo? Mikrobiznese janë ngritur për mbështetjen e fuqizimit. 3 mikrobiznese të tjera janë në fazën e përzgjedhjes së Okej, një pyetje vjen për ju. Pse nuk u gjet kur Bleona Mata? Duket se këtë vajzë keni harruar. Çështja Bleonës është një çështje që është ngritur dhe në studion tuaj disa herë, është një vërtet një histori e dhimbshme, nuk është provuar që është një histori trafikimi. Drejtori i përgjithshëm i policisë ka ngritur disa grupe për të parë çështje të cilat nuk janë zgjidhur në vitet e kaluara dhe urojmë që të kemi një përgjigje. Si rasti i Bleonës, për fat të keq, mund të ketë dhe raste të tjera, ne po bëjmë më të mirën që të arrijmë të shpëtojmë raste të personave të trafikuar. Përmendi dhe ministri i brendshëm në konferencën kombëtare. Nuk ju kushtua vëmendje pjesës pikërisht që ata sulmit asaj operacionit të policisë për sa i përket atyre valltareve, personave të cilët punonin në lokale nate. Nuk ju kushtua vëmendje? Edhe kjo është një formë e trafikimit dhe është bërë një punë shumë e madhe pikërisht në bashkëpunim dhe me Inspektoratin Shtetëror të Punës, që edhe kjo një nismë e re nuk ju kushtua vëmendje, se kuptova. Nga mediat. Kjo paktën në News 24 është e vërtet, ka qenë në kryet të edicioneve tona informative. Nuk ka rëndësi tash pjesa e trafikimit. Keni një reagim për The Guardian, zonja Gjebrea, ndërkohë? Tani, juve dhat intervistën e ambasadorit anglez. Dhe kjo është dhe problemi i medias, japin një informacion, nuk pyesin. Minimumi, nuk po them qeverinë, se do mendoj që qeveria do t'japi shifra të cilat nuk janë afër realitetit, të pyesin në rrugë zyrtare ambasadën angleze, të pyesin diplomatët, pastaj të dalin me një informacion dhe pa lexuar gazetare dhe artikullin, ajo që më çudit akoma më shumë, japin dhe komentet. Dhe po të lexosh deri në fund, kuptohesh, nuk ishin shifra tronditse nga Britania e Bashkuar, është një OJF, me gjithë respektin që kam, sepse kam punuar vetë shoqëri civile, gjithmonë bëhet dhe një ballafaqim me të dhëna shtetërore. Dhe ambasadori anglez u artikulua qartë dhe tha, për ne nuk është raport i besueshëm, sigurisht ka një proces investigimi. Një pjesë e raportit është e vërtet, një pjesë ngelet për verifikim. Jo, nuk është një pjesë e vërtet, sepse po të kishe një gjë vërtet, ata oficerët e kontaktit që punonin në ambasadën britanike do të rokistin tek dera Ministrisë Brendshme se për këtë punë janë, të japin informacion dhe ju dini shumë mirë meqense pas keni punuar në strukturat e policisë. Nuk kemi asnjë alarm përkundrazi. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe Ministri i Brendshëm ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Ministrin e Brendshme britanike, dhjetorin e vitit kaluar, bashkëpunim për herë të parë. Nuk është marrëveshje e parë me Britaninë. Po, është marrëveshje e parë për luftën kundër trafikimit personave, është hera e parë. Dakord për luftën, marrëveshje të tjera. Po për këtë po flasim. Do ndryshojnë qeveritë, do ndryshojnë marrëveshje, një marrëveshje. Më vjen keq. Nëse neve kemi folur për
marrëveshje bashkëpunimit policor, kjo tregon që nuk është kushtuar vëmendje trafikimit të personave, sepse do një marrëveshje të specializuar. Personat janë, ju e dini shumë mirë që janë persona specializuar që punojnë për trafikimin e personave. Prandaj duhet një marrëveshje shtesë. Çfarë do të bëhet në tarë? Nuk kemi kohë, janë edhe 4 gjëra të tjera që duhet flasim. Ju lutem, marrëveshje e re për trafikimin e personave. Për këtë kemi ardhur sot këtu. Një ditë tjetër flasim për marrëveshjet. Çfarë do bëni në të ardhmen? Çfarë do të bëjë qeveria në të ardhmen? Ka shumë sfida. Janë 4 shtylla kryesore që janë përmendur dhe që janë pjesë e gjithë punës sonë dhe kundër në pjesë strategjisë është para ndërgjegjësimi dhe ne kërkojmë mbështetjen e gjithë qytetarëve, gjithë grupeve të interesit, përfshirë Partinë Demokratike, gjithë personat e interesuar të bashkëpunojmë së bashku për të rritur ndërgjegjësimin kundër trafikimit personave. Është një fenomen që prek Shqipërinë dhe jo vetëm, është fenomen global, nuk e ka vetëm Shqipëria. Do bashkëpunoni zonja Xhendi? Sigurisht që po, kjo trafikimi nuk ka parti. Të majtë djathtë fëmijë që i shkojmë në rrugë dhe ajo që ne vazhdojmë të themi është që ky vend duhet të çlirohet nga papunësia dhe nga çështjet ekonomike, sepse të gjithë bashkë kështu do ndihmonim të kishim më pak. Një fjalë të mirë, zonja Xhindi, sepse për pjesën e trafikimit personave është vërtet një punë shumë e madhe, voluminoze në këto 2 vitet e kaluara, krahasuar me atë që ishte këtu dhe unë thash që gjithmonë është e madhe ajo që ndodhe keqe, domethënë, dhe pavarësisht se punohet shumë për të rregulluar gjërat, suksesi matet me milimetra, sepse e tillë është lloji i punës. Dhe unë mendoj që por ato milimetrat të numrohen. Po numrohen për sa kohë që janë pozitive. Po unë për shembull desha të ngreja një shqetësim. Po shkurtimisht se vërtet nuk kam kohë të mbaroj ato 4. Po ndjes se ndërpreva, zonja Xhebra, po. Po shkurtimisht ju lutem. Jo, renditini. Desha vetëm të them që besoj sigurisht zëvendësministri është në dieni për trafikun që bëhet ose që është i supozuar që po bëhet për fëmijët që lypin në Kosovë. Nuk e di se si mund të rritet bashkëpunimi, besoj se kufiri është një nga pikat ku çështjet e trafikimit janë më të ndjeshme dhe që të janë të identifikueshme dhe besoj që edhe kolegu kur folën për emigracionin është që në këtë valë emigracioni abuzimi drejt një trafikimi mund të jetë edhe më i madh. Kjo ishte ideja, dhe kufiri është çështja, është një ndër çështjet primare, dhe unë po them shpika kontaktit. Dhe unë po them me vendet e rajonit, me Maqedoninë, me Kosovën, me Malin e Zi, si është arritur bashkëpunimi dhe si po punohet që ky lloj trafikimi i fëmijëve po ne jemi në fund fare dhe në mundje që do lindë vetëm një fjali do ta them. Bashkëpunimi ndërkufitar ka qenë përsëri pjesë e punës sonë dhe kemi vetëm gjatë vitit të kaluar 2 marrëveshje të reja në luftën kundër trafikimit persona. Marrëveshje me Malin e Zi, ku ka ardhur homologu im këtu dhe kemi nënshkruar marrëveshjen, dhe marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar, ministri i Brendshëm ka firmosur në Londër marrëveshjen me ministrin e Brendshme për Kace. Ndërkohë që kemi marrëveshje me Kosovën, me Maqedoninë, vetëm vitin e kaluar kemi bërë rreth 4 takime në Kosovë pikërisht për këtë punë. Ne kemi qenë së bashku me Ministrinë e Punës, Shërbimit Social, aktorët kryesor, Policinë e Shtetit për të konsoliduar punën dhe për të vendosur një mekanizëm efektiv që ne të arrim të identifikojmë raste. Është vendosur mekanizmi sepse është mekanizëm përsa unë po them 4 vizita vetëm vitin e kaluar. Janë bërë dhe kanë qenë dhe me mbështetje të. Ju lutem, renditini dhe pikat që unë ju ndërpreva. Jo, 4 shtyllat kryesore të punës sonë në vitin që në këtë vit dhe në vazhdim, pjesë e strategjisë, ndërgjegjësimi, parandalimi, ku ne kemi rritur shumë aktivitetin ton, është mbrojtja sociale, reintegrimi dhe reintegrimi që u përmend, është ndjekja penale dhe puna më e mirë që do të bëhet me prokurorinë dhe me gjykatën për të rritur dënimet dhe sigurisht edhe kompensimin e viktimave të trafikimit dhe koordinimi. Këtu kemi koordinimin rajonal dhe që unë i përmenda gjithë ato arritjet, por dhe puna dhe sfida që na presin më përpara. Zonja Bisha, ju, çfarë keni përshtuar në fund sa i përket luftës, lobimit që bëhet në kuadër të minimizimit të këtij fenomeni? Unë do të thosha që çdo qytetar, kushdo ka mundësinë për të mos qëndruar indiferent, po për të denoncuar, jo vetëm përmes linjës telefonit 116 006, por në çfarëdo lloj institucioni, kudo,
edhe në shkollë, edhe në polici, edhe në institucionet e shërbimit social. Pse jo, e rëndësishme është që të mos qëndrojmë indiferencë, sepse indiferenca në vetë vete e ushqen trafikimin. Dhe nuk duhet kemi frikë nga shtimi rasteve, rastet të shtuara do thotë që kemi një raportim më të madh të viktimave trafikimit, do thotë më shumë viktima të shpëtuara. Kështu që... Do shta, dhe për të sqaruar, kur kemi fjalën për raste, ne themi gjithmonë viktima dhe viktima të mundshme. Pra jo çdo viktime mundshme është viktime trafikimit. Ne duhet theksuar dhe kjo. Dhe kur vjen puna tek shifrat, nga 143, 43 janë viktima të trafikimit, të tjerat janë viktima të mundshme që është bërë punë që ato të mos futen në rrugën e trafikimit. Zoti Hajdari? Personalisht do t'i bëj thirrje gjithë shoqërisë civile, gjithë aktorëve që janë vendimtarë në këtë proces të vështirë, që t'jenë sa më sensitiv, sa më informues për sa i përket rastit të trafikimit që janë jo njerëzore, qofshin ata të fëmijë apo të rritur, gjitha llojet e trafikimit, në mënyrë që kjo punë të vazhdoj me ritme maksimale, në mënyrë që ky proces ndërpritet një herë mirë në Shqipëri, sepse është një fenomen shumë të rënditës për këtë do që gjën, dhe unë ju siguroj që në gjithë rastet që do ketë procese të tilla, shoqata punonjësit të policisë, të do të jetë mbështetje të këtij procesi. Ndërkohë, përgjigje për ju prapë, zonja Xhinti nga Ina Verzivolli, me Kosovën jemi në bashkëpunim për procedurat përbashkëta për mbrojtjen e fëmijëve, pasi si ata si ne, por i shikojmë legjislacionin për mbrojtjen e fëmijëve. Inshallah nuk zgjat shumë thujinës, sepse ndërkohë fëmijët mund trafikohen. Okej, zonja Tjetë sa më e shkurtër, koha negociatave dhe shumë shpejt e qëllimshme. Kemi negocione në punojmë, po pra, po nuk e ndërpresim punën. Po me qënë sa pengesë legjislacione, do të përmirësim që të kapim ritmin. Ajo thot përmirësim, po ndërkohë ne përmendja që ne kemi marrëveshje me Kosovën, ne nuk është se s'kemi marrëveshje. Po nuk është siç ishte një ditë më parë. Çfarë do të sillnit nesër? Pamje, reale si është terreni. Nuk ndihmojmë njëri tjetrin duke më shefur. Futemi kësaj pjese, ka të dy që është njëftu emisioni, do që pas kohë për gjithë një ata që kanë përfitu. Ne kemi bashkëpunuar përsa përket asaj iniciativës fëmijëve të situatë rrugë. Dhe ka qenë një rast si pushteti qendror me pushtetin lokal mund të bashkëpunojnë dhe kemi rast të bashkëpunimi. Dhe kjo duhet që të gjithë së bashku të gjitha halkat të vijen së bashku, ne nuk themi që fëmijët nuk janë në rrugë, por ka më pak sepse disa fëmijë janë shpëtuar dhe kanë borgar ne nuk identifikimi na jep mundësinë ti. Po pikërisht prandaj zonja Trimi, ju lutem, duhet të punojë së bashku. Besoj se konkurenca ju më pak ne më shumë, po nuk e tham këtë. Nuk vlen këtë rast. Ne po vi vlen atyre që na dëgjojnë dhe ne po themi është mesazhi që keni dhënë nga fillimi deri në fund të emisionit. Jo, më vjen keq, ne po themi, jo, më vjen keq. Nuk e kam thënë këtë gjë fare. Unë po them ato progresin dhe rezultatet cilat janë të dukshme. Tash unë do t'i them këto gjëra që janë bërë dhe që s'janë bërë më përpara. Edhe punë që bën të mira mund t'i thush. Sfid, unë sapo i përmenda. Por jo të përdorë statistika, çfarë statistika përdora? Mund të thuash? Po përdorë statistika dhe domethënë thush që nuk ka database. Po s'kishte database. Fal tash, akoma nuk po bindesh që nuk ka database? Nuk ka pasur database funksionale. Dhe unë po ta them me garanci të plotë, që të ftoj të vish tek ambientet e Ministrisë Brendshme. Jo, më vjen keq që zoti Tahiri është shumë bashkëpunues edhe smeret i lë kompetencat për vargës vetë që të punojnë me detyrat që i kalon. Nuk futet në çdo gjë siç mund të kenë qenë ato drejtuesit tuaj. Më parë merresh me çdo gjë. Nëse ka ministër që futet, jo, është ministër që delegon punën, që ja njeh meritat personit dhe që i lë hapësirë për të punuar bashkë. Unë jam shumë e lumtur që bashkëpunoj me një ministër si ai. Okej, zonja Trimi. Slogani në këtë fushat ishte bashkë kundër trafikimit dhe unë dhe për shkak këtij pozicioni që pata në këtë emision do t'i bëja thirrje të gjithëve të jemi bashkë kundër fenomenit sepse vetëm kështu mund të kemi pak sukses ndaj tij. Bashkë të jemi edhe për të propozuar ndryshimet e reja ligjore, mua nuk mu dha rasti të thoja, ne vërtet kemi pasur përmirësime shumë të mira dhe shumë pozitive që ndodhen në maj të vitit 2013, por është e rëndësishme që ne sot të propozojmë, ne tashmë e kemi përgatitur një draft, ne jemi përpara faktit që trafikimi i fëmijëve në kodin penal njihet vetëm trafikimi jashtë territorit kufive të Shqipërisë, akoma nuk e njohim trafikimin e brendshëm, për shkak
nuk e di pse u harrua që të bëjë ky ndryshim, por sigurisht kemi vepra të reja penale që janë të lidhura me trafikimin dhe që nuk janë sot kompetence prokurisë për krime të rënda, ndaj dhe ne propozojmë që këto të bëjnë kompetencë. Le të bëjmë bashkë, të bëjmë disa ndryshime që të ndihmojmë qoftë hetimin, qoftë parandalimin, por qoftë edhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Ju synoni ta bëni ligj këtë në të ardhmen apo jo? Ne synojmë që kjo të jetë pjesë e ndryshimeve të reja ligjore që do të ndodhin në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale. Kur janë çuar në propozim në Ministrinë e Drejtësisë, do jetë pjesë e paketës ligjore. Po pra, kur? Paka shumë. Brenda sapo të jetë parlamenti. Do kaloj në komisionet, ka kohën e vet, ndoshta një periudhë 2-3 mujore. 2-3 mujore. Kjo më tishtë e përshim. Okej. Diçka tjetër për të shtuar zëria Trimi, nëse doni? Jemi në përfundim, keni edhe 2 minuta ka. Ne jemi të gjithë profesionistë këtu, jemi mbase një pjesë është politike, por një pjesë jemi teknik dhe duke ju referuar pjesës teknike, ne duhet jemi gjithmonë bashkë në çdo kohë që jemi, në çdo vend që jemi, sepse ky fenomen ka nevojë të luftohet së bashku, këto persona ka nevojë të japim dorën së bashku dhe të shpëtojmë nga aty ku janë, t'i referojmë, t'i identifikojmë, t'i mbështesim, dhe të mos i përjashtojmë nga të qenit pjesë e shoqërisë tonë. Faleminderit. Faleminderit ju. Ju falenderoj shumë që ishit me mua këtë mbrëmje në emisionin Njerëz në Fokus. Uroj që të kemi ndikuar sadopak edhe ne si televizion dhe ky si emision të ketë ndikuar në këtë fushatën sensibilizuese, jo vetëm për gjatë muajit tetor, po për gjatë gjithë vitit, pse jo, për t'i thënë stop njëre mirë këtij fenomeni që prej kohësh është një nga plagët e shoqërisë shqiptare, por jo vetëm shqiptare. Do doja ta mbyllja emisionin me një histori suksesi, le të themi. Ajo vajzë të paktën i ati dyshoj se mund t'ja kishte rrëmbyer ish bashkëshortja që i bie të jetë nëna e vajzës. Bëri apel në media, kërkoi ndihmë, policia u mobilizua, vajza sot është pranë tij. Ndiqni këtë histori, faleminderit që na ndoqët ndërkohë. Vajza është rikthyer në shtëpi pas denoncimit që ti ke bërë edhe në media. Cilat janë dyshimet e tua lidhur me pjesën që Albana e mori vajzën andaj? Ke dyshime konkrete përse mund ta kishte marrë tashmë që vajza është kthyer? Por që ajo ka marrë duke më mashtruar mua me një firmë për të mos e kthyer më. Duke më hequr mua të drejtën si prind për ta mbajtur afër dhe për ta pasur gjithmonë andaj me vete. Çfarë pune bënte Albana në Turqi? Mund të jetë për prostitucion, mund të jetë për gjëra të tjera siç thonë me këto të çfarë janë këta të trafikimit. Ndoshta nuk do ta akuzoj sepse është deklaratë e fortë për ta bërë, po mund të ndodhë çdo gjë, mund të dëshosh për çdo drejtim. Kjo nuk ishte hera e parë që Albana merrte vajzën e dilja e shtetit apo? Jo, nuk është hera e parë. Në bazë të pasaportës që rastësisht ja kanë parë, në Greqi ka marrë një, mendoj në vitin 2012-2013, nuk jam i saktë, duhet parë pasaporta, se ka me vete. Ka marrë pa leje. 2 javë pa firmën time. Ajo ka kaluar në që kam deklaruar dhe në prokurori, dhe prokurori më tha vetëm ky mund të bësh padi penale, dhe pastaj tha po pse mos ja bëj, më tha po lere varja këtij tani çdo të ja bësh këtij tha. Për mua quhet ky rast i fundit quhet rëmbim. Do thash ti e ka fëmijë, ka nënda dakord, e ka, le ta merrte. Po e quaj rëmbim për faktin se më tha do ta kthej më datën 10 dhe ditë e ka bërë me qëllim. Në momentin që e bën me qëllim, e bën duke rëmbyer për të mos e kthyer. Gjë që shkel të drejtën time, si prind për të mos e parë dëm psikologjik që mund të bëhet mua. Gjë që edhe kjo nuk është marrë parasysh nga prokuroria.